Ne kemi një president i cili ka një CV vetën nga bota e biznesit, merr vendimin ai, s'pyet tjerë. Ne duhet të urojmë që inshallah ai është në ditë mirë me vendimin e mirë. Miq të Piskut, ju përshëndes, uroj që t'jeni mirë. Sot do të bëjmë diçka krejt ndryshe nga ato se çka kemi realizuar në episodet e tjera për Piskun. Ne flasim për futbollin, për sportin, kryesisht për kombëtaren shqiptare dhe atë të Kosovës. Mund të themi që jemi vetmi kombë në botë që kemi dy kombëtare dhe shohim dy herë ndeshjen, edhe kur luan Shqipëria, edhe kur luan Kosova. Këtë ditë ka qenë fat i mirë për Shqipërinë, si për Kosovën dhe për Shqipërinë, por nuk është se shkoi me sukses. Ajo se çka do të diskutojmë sot me gazetarin Artan Hoxha, cilin falenderoj për kohën që na u gjen në këtë hapësirë, me Rezard Dabullën, cilin falenderoj shumë, dhe me gazetarin sportiv Erti Kristo. Faleminderit. Zanis fillimisht me Tanin, duke ditë që nga ajo se çka ju e keni parë më shumë për pjesën e atyre diskutimeve që mbizotron dhe mban kupën Shqipëria për krimin, por Tani prej vitesh e shfaqet në studio, një nga pasionet e tij të para tërshme është edhe futbolli. Do ta nisim me atë se çka ndodhi me Shqipërinë, a kishte një lloj pritshmërie nga ajo se çka ndodhi, ku mund shkonte, apo deri këtu do të jemi të kënaqur? Një faleminderit për ftesën. Në fakt nuk se kam patur pasion futbollin. E kam antistres. Unë kam nisë karrierën si gazetar sporti, edhe them ëndra ime i vogël ka qenë të isha gazetar sporti, komentator sporti. Po kur raportoj atëre për mediat sportive në Shqipëri, lutet Dabulla, në tribunën VIP vinin këta, sa kishte filluar Shqipëria, kishte këta të fortët i qunin ne për gangsterët e parë, vinin te tribuna VIP. Dhe pastaj kalova te kjo fusha tjetër. Paguaj çik më shumë, kishte çik shumë vëmendje dhe duke i pa këta që rinin te VIP-i, kalum nga krau tjetër, sigurisht duke mos u larguar se nga sporti, thashë kam edhe si anti-stres edhe sot, edhe kam po ka një profesion që bëj me qef është pikërisht sporti. Pa dallim çdo lloj, nuk është se kam me kufizim cilin nga lloji sportit. Por futbolli megjithëse është sporti edhe në Shqipëri sporti kryesor. Patjetër që është merr një vëmendje më të madhe. Kthehemi te ky halli që kemi në këtë moment. U kthyen në hall, se e kishim qef. Ishim 2 muaj që fryesim. Shiko, ëndrat janë, jo, nuk është punë 2 muaj, edhe më shumë. Kishin ëndrat janë të bukura për të ushqyer dhe pastaj edhe kur ke edhe ndonjë gjë, pastaj që ta stimulon. Unë nuk është se kam pritur në fakt, me thënë drejtën, që ne mund të shkonim në botror të radhë. Edhe pse patëm shumë fat në short, që në momentin që hodh shorti, pra kishim një skuadër që gjithmonë në botror është më vështirë se në Europian për të shku, sepse numri është shumë i kufizuar. Pra ne shkuam në Europian kur bëj Europianin me 24 skuadra, se kur ishim me 8 me 16 s'kishim shans më shku. Pra dhe me që na u dha mundësia, kishim në grup 2 skuadra Andorra dhe Letonia, që ne edhe me ato si morën pikë të plota, se me Letoninë morën barazim. Kishim vetëm Serbinë kundërshtar dhe Serbia jo në ditët e veta më të mira. Serbia është një skuadër që në Europian mungon, po në botror nuk mungon. Unë 2 botrorët e fundit që kam qenë në stadiumet dhe ndeshje që kam parë, nga me tifozi Brazilit, kam parë Brazil-Serbi. Se kanë qelluar dhe në grup ato. Pra, Serbia është një skuadër që shkon botror. Ne gjetëm një moment që ata kishin probleme me skuadrën e vet, me trajnerin. Ne duhet të kishim fituar edhe këtu. Pra, ne duhet të kishim pikë më shumë, ta kishim zgjidhur shumë më përpara vendin e dytë. Kjo na çoi pastaj te kjo pjesa tjetër që shikoj erdhën deri këtu, pse mos e provojnë të shkojnë në çik në tutje. Fati jon tjetër ishte që kur hodh shorti, na ra të luajmë Poloninë. Dhe Polonia është ka qenë 9 herë në Kupën e Botës. Edhe s'ka qenë Europian, po botror ka qenë. Dhe është kundërshtar i lehtë, kanë tifozëri të madhe. Edhe kanë tifozëri që se u blen dot biletat, se ne më mësuar që u blen biletat të tjerëve, po atyre se u blen dot. Dhe që kur hodh shorti nuk është se prisja që ne mund ta kalonim Poloninë. Por kur pash ndeshje, pjesa parë. Si ishte gjendja? Ne nuk kanë rrethana, polakët ishin ditë mirë, që edhe ne ishim ditë mirë.
pjesë e mirë e lojtarëve të tanë që kanë dhënë kontribut madh, sidomos në edicionet e fundit. Për shembull, Maro Mitra, unë se mbaj më të një ndeshje më dobët se atë ditë. Qëlloj portieri që po ashtu ka luajtur, edhe pse unë kam qenë tifoz me babajnë, dhe të dy ata, babë bie një defekt kanë pas, dalin nga porta kanë. Ai shumë portier me reflekse shumë mira, lën shumë mirë me këmbë. Është portier që ndihmon skuadrën, po nuk e di, tek ato daljet sa herë më kujtohet Berisha, them pse se kemi dhe pse largum kaq shejt. Megjithatë, ashtu si shkoi pjesa e parë, mu duke mundshme që ne mund ta kalonim Poloninë. Pastaj me Suedin varet se ose me Ukrainën, unë do doja të dilte Ukrainën, se po dilte Ukraina do lutem fusha seanse. Dhe duke parë që Suedia u rraf në grup, 2 barazime mori me u rraf dyre nga Kosova. Kështu që duke më e mundshme. Mi po pjesa e dytë pastaj ne bëm gabimin që bëjmë ne, shpërdoruam si mundësi, trajneri që ne kemi. Ekzaltohemi ne ndoshta në fushë. Prishi, po të ekzaltoheshim ishte gjë pozitive, po ne kishim probleme në xhim. Ky trajner që ne kemi ende në detyrë, sa është në detyrë. Kur erdhi na befasoi, unë s'kam patur pritshmëri, edhe publikisht e kam thënë këtë gjë. Tash po jam tifoz brazilian, po kishte trajner pa eksperiencë. Kishte 9 ndeshje te Lioni dhe një 32 ndeshje te Corinthians. Dhe shumica e ndeshjeve te Corinthians ishin te kampionati lokal, kampionati kombëtar që kanë ata. Kurse te Lioni fitoi 2 ndeshjet e para. Ka qenë ndihmës. Unë 7 ndeshje. E kam parë botror, ka qenë te tita. Trajnerët e kombëtarëve kanë një specifik. Eksperjenca shumë e rëndësishme për ta. Sepse ti nuk je trajner klubi që ke kohë punosh me skuadrën gjithë javën. Te kombëtarja ti i piketon përpara, ke ato 3 ditë kohë për vendosur, shikon gjendjen e lojtarëve dhe kaq është puna te kombëtarja. Dhe prandaj duhet eksperjenca. Ty të duhet më tepër në planifikim sa të merresh me ata me stërvitje. Kështu që kur erdhi unë mendoja që nuk isha pritshmëri. Ai na befasoi, për mirë, na surprizoi. Vendosi një parim që trajnerët tanë në moment nuk është se po e ndiqnin. Ai tha luan, nuk ka emra kombëtare, luan më i miri në moment, ai që luan në klubin e vet dhe ai që është në formë. Dhe kjo ai na solli Hasani, kishte 10 vjet tu se merrte njëri. Dhe ato zgjidhje që bëri ai na çon rezultate. Hasani me ato raketat hapte ndeshjen, bënte golin e parë, goli i parë me check-in, pastaj shkoi 2-0, goli i parë me Poloninë. Po ashtu fituan, goli i parë me Moldavin, futi dhe 3 asiste, pastaj qelloi Bajrami në formë ato dhe ne i zgjidhëm ndeshjet pa krijuar lojë. Po rezultati të merr përpara dhe ti nuk e vret mendin shumë për lojën. Po sot duket sikur s'ka meritokraci në kombëtare. Pikërisht këtë bëri ai. Ai prishi këtë rregull që vendosi vet. Pra, ky është kriteri që vendosi Silvinho. Se në kohën që u kualifikuam në Europian, nuk është se krijuam ndonjë lojë. Silvinho vendosi për mua, Silvinho ka merit derisa na çojë në Europian. Në Europian Silvinho filloi të mendonte për veten e vet. Pra, kam parë ndeshje me Italinë, ndeshje me Kroacinë, stadium. Pra, ndeshje me Kroacinë ai duhet ta kishte si vendimarrja e tij nuk ishte e durë, ndërrimet bëshin vonë, duke ndjenja e pasigurisë që kishte si trajner. Dhe kjo është mungesë eksperience. Sigurisht që na çoi në të ndeshje me Poloninë, se kjo ishte sebepi që ne jemi këtu sot, dhe aty u duk pa mungesa eksperiencës, sepse ai bëri zgjidhjet e gabuara. Dhe zgjidhjet po pikërisht, sepse ti nëse çon lojtarin e gabuar të ndodhet para portës, në momentin që ka 2 vjet që s'bën gol dhe nuk ka vetë besim, normale që ai do nxjerrë topin jashtë. Pastaj justifikimi u gjet, po shiko trajneri ka detyrë të çojë te porta. Po më te porta, po do të çosh lojtarin që ka vetë besimin për ta shtyr topin te rrjeta. Se prandaj është ky drejt futbollit dhe prandaj ato kritere. Ti zgjedh në formë dhe në momentin kur ti i ke, se ne nuk do mërziteshim se Polonia ka rrafë edhe të tjera plot. 3 herë që Shqipëria ka pas mundësi me shku për botror, në 86-ën. Në botrorin e 2022-shit dhe në këtë botror Polonia na ka eliminuar. Por ne na dha mundësia dhe i kishim ti nëse mban në stol një lojtar i cili është në super formë dhe po shënon vazhdimisht, ai nuk bën dot gol nga bankina. Po pra s'ka meritokraci. Futem ai prishi vetë thash to kritere dhe ai na vuri në këtë na çoi te kjo pjesë. Sot ne jemi në pikën që një pjesë ka arritur rezultatin më të mirë, ndërkohë unë mendoj që ne kishim mundësinë. Ne kishim mundësinë që të shkonë, jo pjesa dërmuese donte të shkonte botror. Donte që të shkonte sepse na dha mundësia dhe kishim cilësinë.
Po mos e kishim. Në qoftë se ti ke në fush lojtar më të dobët se ata që kanë stol, atëherë ti ke një problem me menaxhimin e skuadrës. Për të kaluar pak edhe tek Dabulla, për sa i përket pjesës lojës si një ish futbollist, si e shihni pjesën e organizimit ose të lojtarëve, domethënë, për kaq kohë sa është kontare edhe në ndeshjen e Kosovo duhet lidhen pak tek ajo që thotë tani përpara. Unë e kam thënë deri tjetër, unë e shoh kështu që ne Shqipëria nuk ka një Silvinja, ka pas dy Silvinja. Silvinja i parë që ka ardhur, ka qenë për eliminatorët e Europianit, ka qenë tjetër gjë. Dhe Silvinja i dytë që ka ardhur në Europian, edhe në Ligën e Kombeve dhe këtë që kemi sot është Silvinja tjetër. Janë dy Silvinja komplet ndryshme. Nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Unë jam plotësisht dakord me atë që thotë. Tani ta themi, ka qenë më mirë edhe është bërë më keq? Ka qenë më mirë, ka bërë zgjedhje të ndryshme nga ato që ka bërë. Tani e preku gjitha temat pak a shumë dhe unë jam dakord pothuajse me gjitha ato. Silvinjo se duhet parë do të thonë në kompleks këtë punë, se dhe tani e preku tash në fund tha që duhet qeve si sukses apo si dështim. Dhe jam mund t'i shohësh në dyja mënyrat. Puna është që ne s'kemi qenë ndonjëherë këtu ku jemi në këtë pozicion. Do të thonë që të luajmë për Europian, për botrorin, për të shkuar në botror. Nuk kemi shëra e parë. Tash është merita e Silvinjos apo është merita e Formulës? Se ka ndryshuar formula e pjesëmarrjes në botror, është bërë më kollaj. Prandaj ajo çka shpjegoj detale për 24 mundësia. Vërtet kemi qenë, por duke shkuar deri këtu, pam kundërshtarin që kishim përballë. Me atë kundërshtar që pam gjithë përballë, me që dalë ke pyetja teknike, unë mendoj që ne mund ta kalonim. I patëm rastet për diskutim. Është polemia më e dobët e gjitha kohërave që u ndesh Shqipërisë. Por na qelloi që edhe ne nuk ishim aty ku duhet. Dhe për të kundërshtuar tanin, unë nuk pash një skem nga Silvinja nuk ndesh. Dhe ato rastet që u krijuan, rastin e parë që na u krijoi Hysej. Ishte domethënë në mënyrë individuale e tij për të vrapuar 30 metra me topën në këmbë, me mbrojtje të shkalafitur të Polonisë, shkoi deri afër zonës tonë, bëri një pasim masës shumë të mirë për Berami për Laraska. Por nuk ishte se ishte skema jona. Ne me skemë tonën nuk mund s'pajmë një skemë, me thënë drejtën gjatë gjithë ndeshjes. Dhe aksion që ishte menduar dhe funksionoi me këtë skemë. Edhe goli që shnuam ishte gabimi Bednarek. Ishte gabimi i mbrojtjes polake në nivele të larta. Atë lloj gabimi nuk ka mbrojtësi. Dhe na qelloi fati madh që bëri atë gabim me mbrojtës. I doli topi. Hoxhës. Arriti ta shnoj, por edhe ai me fat. Nuk është se ishte merit Piro që humbi më pas. Ishte merita jona, do të thënë duhet kemi me këmbë tokë të atë që pam. Hoxha thjesht besoi, ndoqi. Ne nuk bëm skem. Nuk ishte për mua, nuk ishte përgatitur kjo ndeshje në mënyrë më të mirë mundshme. Kush e që çalon kombëtar është? Tani këtë tha përpara është puna që gjithë trajnerë, gjithë aty do ja veshin gjithë. Po shikoj, ajo është fytyra. Ajo është pasqyra, se ti shikon. Ne gjithë duam shkojmë botror. Gjithë po dhe unë besoj që për shumë lojtar kombëtarë ku ishte shansi i fundit. Gjimshiti. Nuk do ketë më shanse që ta provojnë këtë lloj ndjesie. Europianin e provuar, botrorin vështirë se do na qellojë kjo. Ta bëj një pyetje brenda kësaj që ne kishim. Pra, edhe ti je dakord me këtë pjesën që Silvinjo i Europianit ishte... Është tjetër gjë, i eliminatorëve të Europianit, jo në Europian brenda, jam dakord me ty me atë që the. I eliminatorëve dhe këtë radhë. Pra, qa ndodhi, nuk besoj që me që ai mori pasaportën mlushje, edhe bë... Se ne... Ne këta trajnerët që na çojnë në kompeticion i çojnë mlushje, i pasaportizojnë mlushje. Por qa ndodhi te ky trajner? Sepse ky ndryshe nga trajnerët e tjerë, kishte edhe një avantazh. Ky është trajner që e pagote qeveria me taksat tona. Por ç'a ndodhi që unë besoj se si fond lojtarësh, dhe këtu është pyetja për ty. Si fond lojtarësh, fondi që kishte
për botrorin, më dukej më i mirë se sa fondi që ai kishte për Europianin, që sa po e kroi skuadrën. Sa i sa erdhi, ai zbres në shëmiqësor, ai hyri direkt në kompeticion. Ç'a ndodhi me këtë me drejtimin e skuadrës? Edhe pak përpara, unë them që mungesa e eksperiencës 1 dhe pavësia për të lexuar ndeshje 2. Kjo është për mua. Po mund ta kenë korruptuar çka. Shiko, unë i kam parë. Edhe ajo nuk diskutohet që mund të jetë si ide, por nuk mund ta them dot me zë të lartë atë se por Se na dëgjojnë. fakti, jo, me zë të lartë se nuk kam prova, po fakti është i njëjti menaxheri që ka edhe trajnerin e disa lojtarë kombëtarë. Sa lojtarë kombëtarë zakonisht luajnë gjatë gjithë kohës. Edhe shumë lojtarë. Edhe kur nuk jam në formë luajnë po prapë gjatë gjithë kohës. Nuk besoj që ka ndikim, nuk diskutohet e kjo pjesë. Por ja fus pak edhe pa aftësisë ti. Edhe eksperiencës pakët. Sepse një dështimi nga suksesi një vijë Hollandan. Edhe një trajner taft nga një paft, ai suksesi e bën taft. Do të thonë i jep petkun e dikujt që di. Dhe unë me atë që kam parë disa ndeshje të caktuara, do të thonë e kam parë që Silvio nuk e ka lexuar mirë lojën. Nuk ka lexuar mirë kundërshtarin, nuk ka lexuar mirë lojtarët që ka ai në dispozicion vetë dhe duke vënë pastaj në ndërrimet i bëvë, lexim loje, duke bërë pastaj ide që unë kam këta lojtar me këto parametra në dispozicion. Mund të kem lojtar teknik, mund të kem lojtar shpejt, mund të kem lojtar të avashit, mund të kem lojtar që gjyn portën. Unë kam këta grup lojtarësh. Po, për lojtarët që ka është për të vlerësuar kombëtarja? Po, që të kanë pastaj është për të vlerësuar, po. Dhe Silvio. Por ideja është që trajneri këta lojtarë që ka. Duhet i vej në pozicionet e duhura në bazë të kundërshtarit që ka. Se nuk do të thotë që ti në çdo ndeshje thuash në një informacion. Se do të përshtatesh kundërshtarit që ke. Ai kundërshtarit që ke, si i ka mbrojtje për shembull. I ka mbrojtjen e gjatë, i ka mbrojtjen e shkurtër, i ka të fortë me kokë, i ka të fortë me këmbë, i ka të shpejta, i ka të avashët si. Duhet ta studiosh. Duhet ta studiosh kundërshtarin. Dhe pastaj në bazë të kundërshtarit, do zgjedhësh ti një mënyrë loje që përshtatet edhe ty dhe ti bësh dëm kundërshtarit. Unë për fat keq, këto që ndeshjet në Europian, si ndeshjet me Itali, si ndeshjet me Spanjën, Kroacinë. Me Spanjën nuk po e fus bëra se është tjetër nivel. Është pak ambigue, nuk e kupton dot mirë. Unë për vetë jam i kënaqur me atë lojë që paraqite me atë ndeshje që bë me Spanjën, por nuk jam i kënaqur me ndeshjen që bën me Italinë dhe me ndeshjen që bën me Kroacinë, sepse dhe sidomos me Kroacinë, dhe ajo Kroacia që u ndesh me ne atë ditë ishte Kroacia më e dobët historikisht. Me disa lojtarë jashtë forme, kupton? Dhe ne po të kishim përdorur lojtarë të tjerë, ndeshje ne e fitonim atë ndeshje. Do i kishim marrë 3 pikë. Por duke parë që Silvino më duket e pak si kacak, nuk ka kuptuar, nuk kupton. Edhe u kënaq me atë barazimin. Tash ne këto raste që të shkojmë në Europian, shkojmë botror, kemi shumë të rrallë. Dhe kur na shfaqen, duhet të shfrytëzojmë në mënyrë maksimale të mundshme. Për fat keq ne këtë se kemi bërë. Dhe unë faktorin kryesor ja vë Silvinius. Do të thotë që nuk ka për mua nuk ka vizion, nuk lexon lojën dhe do të thonë është frikacak. Po për djem të kombëtarëve që kemi, jemi atje bëni pyetje tjetër, po me që kemi këtu tabu ose më pëlqen se e kam dhënë si futbollist, ka një vështrim edhe si futbollist ishte i veçantë, po ka një lexim të dhe ka një gjë të mirë tjetër që e thot mendimin pa patur në mend, domethënë që tu prishim punë, këta kemi mik, ata se kemi mik. Jo, mundohem të në vërtetë. Ta bëj një pyetje tjetër. Si mendon mes fondit lojtarëve që kishte De Biasi dhe fondit lojtarëve që kishte Silvino, kush i kishte mundësitë më të mira për të patur rezultat? Pra, cila kombëtare është ajo që ne quanim në kombëtarja e muskujve të De Biasit, që kishin muskuj po s'kishin mend, apo kjo skuadra e Silvino si kishte më shumë kreativitet. Më është dukur që ka qenë më vështirë që ne të kualifikohesh me kombëtarin e pjesës. Më është dukur më vërtet dhe ashtu ka qenë. Dhe më është dukur që edhe kombëtari ka qenë pak tjetër gjë. Më mbledhur, më bashkuar. Do të thotë se do të jetë grupi ishte kurse në moment që flasim sot më duket sikur ne nuk kemi grup në kombëtare.
Kemi cilësi teknike, por s'kemi grup. Kemi cilësi lojtarësh, por nuk kemi grup, nuk kemi lider në ekip. Kemi individualitet. Kemi gjysmë lideri që është Gjimshiti, por prap nuk më duket në nivelin e Camës për shembull. Po, kjo është vërtet. Shiko, unë dua të them diçka për sa i përket ta di edhe këtu. Di pse mund të ndodhet edhe kjo lloj që nuk e lindur, nuk e grup. Sepse lojtarët brenda vetes, lojtarët kombëtarës, mos kujto se ata nuk e kuptojnë dhe nuk e dinë se kush duhet luajë. Dinë ata shumë mirë. Brenda vetes tyre. Ata e kuptojnë kush lojtar është në formë dhe meriton të luajë, dhe kush lojtar nuk është në formë dhe nuk e meriton të luajë. Dhe kur ti fut lojtarë që nuk e meritojnë të luajnë në fushë, prish harmoninë e gjithë e grupit. Është një duke mbajtur mend tash ka ndeshje Italia mbaj mend ekipin që luante. Ishte duke u mundur në kompeticionet europiane eliminatore diçka se mbaj mend me ekipin që luante dhe trajneri i Italisë i thot De Rossi të Romës luante akoma ato. Ishte në stole, i thot, bëu gati do futesh të luash. Italia ishte duke u mundur në atë moment. De Rossi thot, do futem unë jam me sfushosh katrëse. Nuk është vendim. Ti do të futesh i sinjën. Kishte me sfushosh tjetër italian. Duhet futesh ato jo mua. Unë kam në këtë moment të hyn për të bërë nuk e ndihmoj dot ekipin. Ti duhet futesh ato dhe nuk pranoj të futesh në lojë. De Rossi dhe ka futur i sinjën. Domethënë imagjinon që të ndodhi. Ktu mendon që nuk ndikon ky model, nuk është shfaqje. Se ta dua ta lidh me këtë që kombëtarja nuk është e lojtarëve kombëtarës, edhe e dukës edhe civilisë, është gjithë ne. Dhe ata lojtarë që shkojnë kombëtare, duhet të shkojnë për të përfaqësuar kombin, jo për të përfituar diçka personale. Te rasti De Rossi të rasti përmendon, tregon një emancipim dhe një makro, shikon makro thotë unë duhet që ne të fitojnë, do të ta çojmë. Nuk është me egoizëm vetjak. Ta çojmë kombin tonë, ta çojmë sa më lart Italinë në këtë rast. Dhe ne nuk i duhet një mes fushosh kadros. Mua nuk e meritojnë për të luajtur atë. Sa luaj ky tjetri se meriton ky dhe ky do ta ndihmojë të shtojmë golin. Domethënë në këtë prizëm duhet parë. Tu tek ne kjo kombëtarja nuk është parë gjithmonë në këtë prizëm. Është parë edhe për favore, është parë edhe për interesa, është parë edhe për të bërë nder dikujt, kupton? Është parë, domethënë edhe si mënyrë si lloj trampoline e caktuar për të përfituar nga për të futur Shqipëria në BE, ana e ka një sportist. Ka lidhje kjo? Kështu që unë mendoj që ajo fasha e kombëtare e Biatit ka qenë më kombëtare, do të thënë më skuadër, më grup. Që ne jemi kombëtarë vogël, ne nuk kemi nevojë për lider. Nuk kemi Argentina. Kemi nevojë për lider. Ne kemi më shumë nevojë për lider. Duhet jemi grupi, më shumë na forcon më shumë grupi. Jo, absolutisht jo. Lider politik, kupton se mund të ketë gjë. Po lider kush e lojë, do të thënë dikush që duhet të drejtë që të marrë përgjegjësi për situatën e repartit. Mbledhë grupin, po. Edhe të skuadrës. Për çdo repart, po. Duhet marrë ai përgjegjësi, do të thënë ai duhet të kërkojë topin, ai duhet të organizojë lojën, Po nuk ai duhet formoj grupin, ai duhet të nuk është se kemi lojtar të kalibrin që shiko. Kjo që tha Dabulla. Kjo tha Dabulla. Ka qenë kod si duke qenë Dabulla jep nga fusha dhe kupton shumë mirë. Pra cila është rëndësia e liderit që kem fushë. De Biasi, në fakt, qëndroi pak më gjatë, e nisi një projekt, sigurisht ai e kishte më të vështirë se na çoi për herë të parë. Herë e parë është çajt rruga dhe na krijoi besimin që ne vërtet kemi mundësi të shkojmë. Por De Biasi kishte eksperiencë shumë të madhe se Silvinho, e para. E dyta, De Biasi pati një ide të qartë në kokë. Me fondin e lojtarëve që kishte, ai nuk mund të krijonte një skuadër tjetër. Pra, ai krijoi grupin, e mlodhi skuadrën mbrapa, ne dinim që po të bënim një gol kishim siguruar barazimin. Ishte një skuadër që nuk pësote kollaj, por ishte një skuadër sakrifice. Lojtarët sakrifikonin për njëri tjetrin. Edhe kur e bënte njëri gabimin, ose ishte ditë mirë, ishte shoku i vet që e merrte përsipër. Pastaj ishte Loriku që u jepte zemër të gjithëve. Pra, lideri është ai që i shkon. Kur i pyesin në Napoli, Falcaon edhe se ka pasi sulmuesi tjetër brazilian në kohën e Maradonës, që pse ka probleme skuadra, nuk ka disiplinë gjatë javës, ata në ndeshje hyte Maradona dhe merrte ai përsipër, i mbronte ai lojtarët. Pra, ky është lideri. Lideri është ai që merr përsipër të bëj dhe trajnerin fush, po ndihmon dhe trajnerin ndërkohë se edhe ai lexon lojën. Është shumë rëndësishme. Lideri. Në skuadrën që kemi aktualisht, ne kishim shumë më tepër cilësi dhe kreativitet se skuadra e De Biasit. Por edhe hera e dytë e jona ishte atipike. Ne ishim një skuadër
që po çudisim Europën me ato golat që vinin kështu që ti se prisje. Kundërshtari që kishte gjithkohon topin, që kontrollonte lojën, i fusim një raket balistike, ne? Edhe shkote çesi jepte dorën në zanë, valla si e bënë, ku ma gjetë çeti. Pra, ne shkuam në mënyrë jo normal, nuk ishte fizionomia jonë. Nuk ose jemi prodhuar lojë dhe kur jemi kualifikuar. Nuk ishte fizionomia jonë. Ne shkuam, sepse Silvinho bëri zgjedhjet e dura. Unë e kam kuptuar Silvinho kur ai filloi të trembej, se u çudit dhe vetë që erdhi aty, ku shkuam në Moldavi. Kam qenë në stadiumat e Masporte, ne Moldavia kishte ndeshjen e jetës, kishin kur një vet në atë nivel, se pretendonte edhe ajo të kapte vendin e tretë ose vendin e dytë, se llogarit vendi i tretë çonte në play-off. Dhe skuadra e jonë ishte e trembur. Dhe vendimet i merrte trajneri. Pastaj erdhëm këtu me Ishit Faroje, morëm prap barazim. Dhe trajneri nuk guxoi. Dhe aty e pashë. Që ndeshja fundit. Jo s'ka lidhje me ndeshjen ti, vetëm për atë tifozëri që ke aty, duhet thua se ty nuk të interesonte më, nuk edhe ti ishe i kualifikuar dhe po të humbje. Plus si po luaj me Ishit Faroje. Por aty e pash frikën e trajnerit. Pastaj shkoi të ndeshje me Kroacinë. Jam tifoz i kroatëve në Europë. Sa herë lum kombëtare atyre. Po ka një skuadër që ai njoh kështu janë kroatët. Kroatët janë një skuadër që janë mësuar të bëjnë të voglin në fushë. Pra paraqiten modest. Dhe mund të godasin skuadra më të mëdha në botë, nuk e kanë frikën fare, nuk e njohin këtë frikë se kanë cilësinë e lojtarëve. Prandaj nxorën dhe Brazilin ata nga botërori i fundit. Por kroatët kanë një vështirësi. Nuk bëjnë dot skuadrën e madhe me të vejlit. Nxirën Maqedoninë aty, Maqedonia e Veriut, sa erdhën me Kroacinë, kanë probleme të mëdha. Pse? Sepse mblidhet Maqedonia mbrapa. Në ndeshje që kishim ne me Kroacinë, në Europian, unë e kam parë ndeshje me Hafizin, pas Hafizin krah. Pra, ne na u dha mundësia se shënuam të parët dhe i detyruam kroatët të dilnin nga vetja, të bënin skuadrën e madhe. Dhe kroatët lënë shumë hapësira mbrapa. Dhe ne ishim atë ditë të karikuar nga tifozët, nga skuadra ishte shumë mirë, në gjendje shumë mirë. Na u dha mundësia deri minutën e 73, 74, ti dominosh Kroacinë. Pra ti kish rastet. Dhe trajneri nuk bën ndrrimet, nuk fut lojtarët që kishin brojë në superform. Hoxhën e futi vonë. Dhe shkon e bën ndrrimin i parë që ka bërë Silvinho, ka futur Gjasulën. Sa e mori veten Gjasulën, ne psuam 2 gola. Dhe futi mu në pozicionin ku ne morëm golat. Dhe pastaj kur morëm golat, jemi te pjesa kapçat-kapësh. Atëherë futi bateritë e sulmit. Nxorëm golin minutën 95, që edhe ai ishte çështje fati. Pra, aty pash që ky trajner për mua ishte i ezauruar. Ai nuk na rriste dot në test, ne kemi skuadrën rritje. Dhe ne kemi shumë nevojë për një trajner që të na marrë përpara, që të jetë mi zoti se skuadra që kemi ne. Pra, po të marrë shembull. Kroacia ka një trajner sot, që quhet Zlatko Dalić. Që ka luajtur finale botrori, finale Ligës Kombeve. Po ka luajtur me Francën finale botrori, me Spanjën në Ligën e Kombeve, ka shkuar në vendin e tretë, pra ka marrë rezultate më të mira që ka pas Kroacia në historinë. Ka qenë trajneri Dinamo. Dhe Kroacia është nga shkolla jugoslave, që kanë prodhojnë trajner. Dhe kanë patur trajner Ciro Blažević, kanë trajnerët më të mirë në Europë. Dhe Zlatko Dalić ngeli rastisht, shkoi si trajner i përkohshëm dhe ngeli atje. A diti që trofeu i vetëm që ka Zlatko Dalić është Superkupa e Shqipërisë, ka mundur vllazërin që Mustafa me Dinamo 2-0. Ai njerëz ka fituar asnjë trofe tjetër. Thjesht ka arritur të rrugë, po si ndodhi kjo? Sepse kroatët e vunë nga që kishin një konflikt brenda në federatë për emërimin e trajnerit. Atëherë e futën përkohësi Zlatko Dalić. Zlatko Dalić besoi se i përkohshëm ishte. S'kishte gjë për të humbur. Ata e panë që ky ishte i trajner që i lexonte situatat. E panë, një të marrë, ai i çoi në finalet Kupës Botës, dalë se çka dikush ky. Dhe unë prisja që botrori tjetër, Kroacia e kishte skuadrën, ai duhet bënte ndërimin e brezave, sepse lojtarët më të mirë që Kroacia ishin e kishin kaluar kulmin e tyre. Modrić e kishte kaluar 35 vjeçin. Rakitic ishte 34 vjeç. Perisic po marr këta kryesor me smusha. Ai ishte motorri që e mban skuadrën. Pastaj ti e lidh atë. Dhe këta lojtar, pra që kishin kaluar pikun e tyre, ishin në rëndë dhe më duket se shiko, ky po e vonon ciklin. Jo, ai shkoi prap në gjysmëfinalen të botrorit dhe doli në vend tretë. I kualifikoi prap. Po ta shikosh Kroacinë ti sot ke ca lojtarë që janë 40 vjeç,
Edhe këtë lojtarë të rinj, unë që ndi kampionatin në Kroat për shembull, po ai beson dhe të lojtarët e kampionatit Kroat. Që ky është problemi që kemi ne nuk besojmë tek Nuk është një lloj cilësia, se kampionati kroat nuk krahatohet me Ta mora si shembull për të thënë që Kroacia është një vend i vogël. Pra, Kroacia ka shumë trajnerë më të mirë dhe më me eksperiencë se Zlatko Dalic. Po Zlatko Dalic e shfrytëzoi momentin që u dha, tregoi guxim, pa të rezultat. Tregoi guxim dhe prandaj mori rezultati nuk vjen kot. Me fat vjen një herë. Me fat erdhi goli i parë jone. Bëri shtrek, quhet am bilardo, edhe i doli topi Hoxhës. Meritë Hoxhës nuk kam qenë atë ditë në një media live para ndeshjes dhe thaj vetëm lojtar thash, se kisha besim të patundur që Silvinjo nuk do ndryshonte. Që s'do e fuste Muçin, që s'do e fuste me. Pra, një trajner, po u lexua. Unë kam trajner, po u lexua. Do thotë që ka limite. Ai është trajner i lexueshëm. Ai miqi si futi këta. Po ai i nxori nga pozicioni natyral. Në vend të shkonte në qendër të sulmit Ozunin që ka luajtur aty, se ata se ai Manaj me Daku nuk ishte dhe Bajramin ta çosh minimumin në pozicionin vet natyral, ai bëri të kundërtën. Pra, duke patur parasysh të gjë dia që ai nuk më zhgënjeu. Nuk kemi shkuar të fituar. Por thash, i vetmi lojtar kreativ. Unë mbush mendje që tani merr vesh nga futbolli mund të jetë trajner shumë i mirë. Shiko, unë mendoj që kanë dy probleme. Se e di pse jo të ta vit këtu me ta, se pak veta e kuptojnë. Edhe unë e kam pyetur veten. Po ky pse nuk futi Ozunin më të sulmit? Për çfarë arsye nuk e futi Ozunin? Nuk ke lojtar tjetër. Fut Bajramin. Ke këtë se ka luajtur në pozicion e ndihet komoda në pozicion, ndihet si të luaj. Fute këtë atje. Mbrojtja polake është gafët. Fute këtë atje, dhe pastaj nëse do ta fush Bajramin, fute këtë nga krau tjetër dakord jam me atë këtu. Dhe këtë nuk di ta bëndej. Domethënë se ne luajmë me Polonin, luajmë pas skemse më, pa sulm. Ne shnuam një gol që ishte dhuratë e tyre. Dhuratë e ekipit kundërshtar. Dhe na erdhi aq i nati na dhurun atë golin ata, sa nga i nati gabum 2 herë ne. 2 gole aty. Po dhe rasti më të mirë që e humbëm pastaj ishte me Pilën dhe me Bajramin. Ato 2 gola domethënë ta lidhim dhe me mënyrën. Shiko, ato 2 gola nuk erdhën kot, ë? Sa i goli 2 i Zelinski. Ai goli 2 i Zelinski. Ka gjujt 5 herë Zelinski nga ai. Asnjëherë nuk është bllokuar. Babulla është i parashikueshëm çfarë do bëj Zelinski. Dihet se bën për. Nga 5 herë do ta fusi një mbrëm. Siç e pashun. Nuk e lutëm pra. Tash se në emitin tjetër thash që për mua goli i parë që fai i Gjimshitit, por e kisha parë gabim në fraksionin. Unë e quaj golin e parë të tyre. E quaj domethënë që fai kryesor ka qenë i Aslanit. Aslani markonte. Se Aslani markonte Lewandowski. Faji i tij ai se ai e gat lirë. Faji i dytë është faji portieri dhe faji i tretë për mua që Gjimshitit, pavarësisht se Gjimshiti mund të ketë pasur detyrë nga trajneri që të qëndrojë lirë në zonë, por unë mendoj që ti lojtari më të fortë të tyre me kohë kush është? Është Lewandowski. Do t'i vendosë lojtari më të fortë tonin, që ta markojë të pakën atë lojtar. Që vërtet. Dhe këtë ne nuk e bëm dhe pësuam golin e parë. Goli i dytë për mua është prapë i Aslan. Do me thënë... Po një detyrë. Aslani duke qenë... Mos e le Zelinskën gjuaj. Jo, duke se ka dalë nga... Po këta vëresh reakcion e golit, Aslani ka dalë nga pozicioni, ka shku pak për të mbyllur djathtas dhe i liroi zonën e Zelinskit. Ai e pasoi. Aslani ndoshta ka shku edhe me pinën e kafe, po. Se Aslani edhe këtë punën e Aslanit do se kuptova se duhet luante nga fillimi. Do ke Ramadanin, që nuk luan as 1 minutë. Është motor. E kam, domethënë nuk e kam kuptuar kur pse duhet luajë, nuk është në formë të mirë as ai. Pse duhet ta fusim se s'bënte në një pozicion që është dalim te kjo që kombëtarja nuk ka as meritokraci dhe për mua faji i dytë kryesor që kombëtarja deliron, jo, janë mediat, janë gazetarët, të cilët e fryn 2 muaj përpara, 3 muaj. Kemi pak shef e gjitha. 3 muaj përpara do bëj 2 gola Uzuni, do bëj gol ky, do bëj gol ai, do e rrafi Polonin, do shkoj botror. Edhe pastaj largohemi me bizë në shaj. Ndeshja ishte një nga lojtarët më të mirë të kombëtarës. Po dakord. Në këtë ndeshje me Polonin për mua ka qenë një nga lojtarët më të mirë, mbas mund të them lojtari më i mirë në fushë.
Nuk po flas për ne u mundua lojtar individual. Pse do të luaj Hysaj? Pse do të luaj Hysaj? Hysaj ka 2 vjet nuk luan me klubin. Tash edhe kjo puna e Hysaj është pak shef me dy Bajrami. Shef me dy fytyra. Bajrami nuk luan me Rangers. Pavarësisht nuk po luan me ekipin e vet, por nuk gaboj Hysaj. Hysaj po themi që Hysaj ishte nga më të mirë. Ka meritokraci aty. Kombëtarja. Shiko, ne duhet flasim. Kusht muja, Arnor Muja. Duhet flasim shumë them diçka. Do të them, se ne nisëm gjithmonë nga fillimi, gjithmonë nga ideja që ti para ndeshjes duhet të ndjekësh një logjikë të caktuar. Po. Se kush lojtar duhet luajë në bazë kundërshtarit që ke. Dhe ai që është trajner i aftë, shikon kundërshtarin, ka këtë kundërshtar. Për mua trajneri duhet bëj punë tjetër më të madhe, duhet di cilësitë e kundërshtarit që ke, se një tek ndeshje kishe. Duhet të dish ti shumë mirë çfarë cilësi e ka kundërshtari. Dhe në bazë të cilësive dhe të metave që ka kundërshtari, ti duhet të formosh ekipin tënd në mënyrën e lojës tënde për të goditur kundërshtarin. Unë besoj që dhe Silvio këtë se ka bërë, nuk e ka pasur. Ka kohë që nuk e bën. Hiç se çfarë kundërshtari ke, çfarë cilësish kanë ata, çfarë forme kanë ata, sepse po ta bënte atë, nuk do të na fusin këtë formacion. Do të thonë unë mendoj që më tepër është paaftësia e tij edhe mungesa e leximit të kundërshtarit dhe të lojës. Dhe vita është ti kur i fut lojtar, duhet presësh një lloj duhet të kesh një ide të caktuar, nuk do fus ta lojtarët, po këta lojtarët me çfarë cilësish i kam. Unë po e fus Bajramin atje në maj, se kemi bërë gjithë tash po vërsunim vetë se unë jetë rastin, po e fus atje në maj, po e fus për çfarë arsye, çfarë do të sjellë ekipit. Unë se kam kuptuar për çfarë do të sjellë ekipit Bajramin aty. Bajrami nuk është lojtar që luan me Kurriska Porta. Nuk e ka cilësinë e vet. Më mirë kisha futur me që se të dy Bajrami s'po luan andaj, Broja ka pas probleme, më mirë kisha futur Brojën atje në maj. Nuk do ta fusësh ku diun një lojtar tjetër. Fut Brojën maj, provoje. E bëri Brojës. Kur sa u fut na tregoi që ai duhet ishte. Provoja ato në ti duhet me bukur me atë mbrojtje që kishte Polonia, që ishte katastrofë. Kupton? I Broja mund të rrezikonte shumë herë më tepër se sa ose u vënë më për mua mund të rrezikonte shumë herë më tepër në maj të sulmit. Dhe po të qofsh gjatë gjithë lojës tonë, në ato rastet u krijuan nga veprime individuale të lojtarëve tonë. Rasti i Bajramit u krijuar nga Hypeka, rasti i Pilos u krijuar nga Uzuni. Uzuni bëri presion, mori topin, pasoi te Broja pasoi tek ai. Do të thënë, po nuk bëm skem në lojë. Skem lojë ne që shkojmë gradualisht drejt sulmit nuk e pashëm në asnjë moment të lojës. Në asnjë nga fillimi në minuta e parë, deri në minutën 10, nuk pas skem që ne kemi menduar që ta marrim topin, ta çojmë topin nga e majta në djathtë, ose të japim ky lojtari kur ta marrë topin do t'ia shpërndajë sulmuesit, nuk e pash këtë gjatë gjithë kohës. Unë pash vetëm që vinte Aslani dhe e merrte topin ngjitur me mbrojtjen tonë. E merrte topin në vijë të drejtë me dy lojtarë të qendrës tonë. Dhe kam thënë këtë para një 15 vjetësh sa ka Tirana ka pasur trajner spanjoll. Ai ishte nga ata trajnerë që kishte trajnuar në La Liga, Rubian. Dhe ai kishte specifikisht po kap këtë aspekt sa po ta thash. Ai e kishte të merr dhe bërtiste me të madhe kur mesfushori i qendrës, kushdo nga mesfushori i qendrës, kushdo nga mesfushori nuk ka rëndësi, të vinte ta kërkonte topin 5 metra nga mbrojtja. Të ndërprisë stëritën thoshte rrëvlla i thoshte ti mesfushorit kushdo ishte nga tonë. Pse vjen ti kërkon topin gjithë me mbrojtjen? Ti topin do ta marrësh 20 metra nga mbrojtja. Sepse ti mos më hiq mua forca për të sulmuar. Se po çam duhesh, mbrojtja e kalkulon vetë topin. Ti duhet të markohesh në një pozicion larg mbrojtjes të afër portës kundërshtare që të marrësh topin. Por ama pse ndodh kjo? Kjo ndodh kur lojtari nuk është mirë, nuk ka formë mirë dhe për të larguar për plasjes kontaktit fizik me kundërshtarin, vjen e kërkon topin shumë brenda mbrojtjes, do të thënë sepse më lirshëm. Ai që ta marrësh topin në kontakt me kundërshtarin kur je i aftë. Dhe kur ke formë mirë, do ta marrësh në kontakt me kundërshtarin sa më afër portës kundërshtare. Atje të fillosh të pasosh ose të gjesh ose të kryesh aksione. Sepse ne themi për shembull që ne kemi qarkulluar topin. Ore, ti e qarkullon topin ti, po si e qarkullon? Se mund ta prekësh topin 150 herë, 200 herë gjatë një ndeshje.
Ato topin kur e prek 200 herë, çfarë drejtimi e çon? Shkon për para, apo bë pasime apo bën mbrapa. pasime mbrapa. Se po bëre pasime mbrapa ti nuk vlen asgjë. Shiko, unë ka patur përpara të bëj një intervistë me Alari Korosin, që është pjesë e stafit Silvinjës, që mban një databazë të gjithë lojtarëve. Dhe kur flitet për pjesën gjatë kohës kur shkuam në Europian, këta mbanin një databazë. Dhe nuk e di nëse kanë funksionale edhe sot, dhe thonin që shohim se çfarë forme ka lojtari, sa ka luajtur, minutazhi etj, dhe në bazë të minutazhit zgjedh informacionin. Sot, për mendimin tim, Silvinjo ka frikë. Ka frikë të eksperimentojë dhe ka frikë të heqi gardianat e vjetër nga formacioni. Dhe këtë e vërtetoi edhe me Ukrainën. Që nga formacioni pam vetëm një plana në qendër të mbrojtjes. Muçi u largua, u tha që është i dëmtuar dhe një ditë më mbrapa ishte në stërvitje me Trabzonsporin se ka dhe bëri mirë. Dhe ka derbi me Galatasaray. Shumë mirë bëri që e lashtë. Bëri shumë mirë, sepse këta duhet ta kuptojnë, ta që janë aty sipër, duhet ta kuptojnë që nuk mund ta. Se ato sipër do dalin tani, si folin për çunat e kombëtarës, trajnerin nuk mund të tallen me, po sepse presidenti zgjedh trajnerin tani, nuk ka bord ai, edhe specialist. Ne kemi një president i cili ka një CV vetëm nga bota e biznesit. Merr vendimin ai, s'pyet tjerë. Ne duhet të urojmë që inshallah është në ditë mirë me vendimin e mirë. Se ka qelluar që na ka sjell Panuçin për shembull. Unë kam vërë ai gjë tek Duka, që në momentin që erdhi, ai që nguli me trajner të huaj. Dhe mundësisht trajner që kishin një impakt në mediat e huaj, e donte këtë. Dhe trajner, Pjari mirë. pikërisht për pjarë bëri. Dhe trajner mundësisht që kishin edhe kontakte edhe i shërbenin për promovim. Pra, ne kemi marrë kryesisht trajner, të cilët kanë qenë të njohur si futbollist, po s'kishin eksperiencë si trajner. Si trajner. Ose kemi marrë trajner, të cilët kanë qenë në fundin e karrierës. Pra, trajnerët e Shqipërisë, mbasi kanë ikur nga Shqipëria, o kanë ndruar jetë, si Kuzhe dhe Oto Bariç, ose karriera e tyre është mbyllur. Është mbyllur. Panuçi. Pra, ne nuk kemi patur në synim që të marrim një trajner me eksperiencë. Edhe nuk është se kemi paguar, kemi paguar diku të 17-18 milionë euro. Pra nuk është se kemi harxuar para. Tani kur erdhi Brigeli, Brigeli është lojtar i famshëm, por trajner nuk ishte. Bëri buj se mundi një nga trajnerët më të mirë, Otor Hagli e Greqisë. Pra, prandaj bëri buj. Dhe Brigeli mbante një xhup blu e se kishte për shans atë, mori ato rezultatet e parë, po keni parasysh. Ne na kanë marrë disa trajnerë në një kohë që brezi që ne kishim, ishte brezi mirë. Dhe ai brez jepte, po të kishit një drejtim më të mirë, do jetë më shumë. Ne i qajmë këtë radhë sepse ne jemi vend i vogël, nuk na jepet shansi shpesh që të jemi në këtë nivel dhe ta gjesh kundërshtarin atë ditë dobët. Sepse mbas Europianit të 2016-s, skuadra mirë ishte. Problemi është që na ranë në grup dhe Spanja dhe Italia. Dhe ne si kaluam dot. Se ishin dy, vëm 3 dolëm. Po si kaluam dot. Dhe tjetër që do thosha, te kjo pjesa që leximi që i bëri Dabulla, trajnerit. Shikon në eliminatorët e Europianit, trajneri bëri ca zgjidhje tha që na surprizoi. Ishte dhe fakti që sa kishte ardhur dhe mbështetja që kishte podcast në kryeministrin. Nuk kishte çat humte. Një mbështetje e madhe, ju dha akses. Guxoj mori shpërblimin. Ajo që na erdhi më mbrapa është që fondi lojtarëve ishte më i mirë se ai që shkuam në Europian, por vendosja e tyre, leximi i situatave, prishja e kritereve që ai vetë i vendosi, nuk i vendosëm ne. Dhe kjo prishi duke i qartazi që trajneri po e humte kontrollin në dhomat e zhveshjes, po krijonte krimin e klaneve. E mbani më ndeshjen e Andorrës, se kam qenë në krahun që ishte Broja. Po se epni kur topin kur Broja ishte i lirë dhe ishte në pozicion që mund të sulmonte. Ja gjithmonë luaj në krahun e majt dhe kur çoi topin te Broja, nuk dilte lojtari i tretë që ai bënte trekëndçin. Pra ja çote hysaj dhe Broja ishte më njëri markuar në 3-kundërshtar dhe s'kish u shkonte. Dhe prandaj lojtari u ndje keq. Po Botrori nuk shkon as Italia. Te pjesa tjetër, jo po them tjetër gjë. Italia është Itali vlla ka hallë të tjera. Ne kemi hallët tona. Në momentin që ti ke aftësi sulmuese dhe ke lojtar që po japin kontribut, duhet bërë pyetje ndryshe. Ernest Muçi. Tani ne e dim që ai nuk ka ndërruar menaxherin. Ç'a ti bëjmë në Ernestit? S'ka shkuar. Po ç'a ti bëjmë në Ernestit që atje tek po bëni tuf me bola. Te Trabzoni, trajneri që ka Fatih Teke e gjeti Muçin
të rënuar vetë, sepse Beshiktashi lunte ndryshe dhe nuk e çonte nga pozicion, kishte Rafa Silva. Nuk e fuse. Ai çfarë bëri? E gjeti pozicionin. Vetëm ne jemi me këtë teorinë, ky lojtari nuk përshtatet me skemën. Jo zotëri. Ti do të gjesh skemën që ti përshtatesh lojtarit, se ti je skuadra vogël, nuk je skuadra e madhe. Ne kishim Direjan, tani me shumë eksperiencë. E ke shumë gabim. E bën skuadrat e mëdha. Edhe këtë që sa po the. Po, sigurisht ata e bëjnë. E kam dëgjuar një intervistë Prandelin e Italisë, ku ka qenë dhe trajneri kombëtarës edhe trajneri tek Fiorentina. Në një podcast me ish sportist të tij dhe të kombëtarës edhe të që ka pasur në Fiorentina dhe tha po këtë total. Se e pyetën atë. Tha, unë nuk kam pasur skemë tha stabil. Unë bëja skemën në bazë të startit që kisha. Unë nëse kisha Casanos apo të futur, do bëja një skemë për shtatë Casanos. Nga të kombëtari italianë, ose Totit, ose Pedrit. Nëse kisha këta lojtarësh, unë do më bëja një skemë të duhur që unë këta lojtarë që i kisha hyje, ti merja maksimumin. Jam shumë dakord me këtë. Ne kemi lojtarë, po themi Casanon ton momentalisht. Të shmuçi. Shfrytëzohet të cilësinë e tij sepse ato cilësi që ka ai momentalisht dhe formën që ka po kalon nuk e ka asnjë lojtar i Kotarës. Je vetëm Muçi, se Mehmeti. Unë mendoj që cilësitë e tij teknike nuk i ka asnjë lojtar i Kotarës. Nuk ka gjë më të mirë se ai nana teknike. Goditjen, shpejtësinë. Tash e ke këtë. Po të luam, ai më bukur është po të luam atje. Dhe po luam Turqi. Po dhe po shnon Turqi. Dhe ai trajneri. Po je pa asiste. Dhe ai trajneri këto kam i tyre, nuk i budallaj. E ka pasur se në detaj, thotë si mund ta shfrytëzojmë këtë. Ai dëshoi skemën. Po dëshoi skemën në bazë të detajet po ja merr frutet. Patjetër. Tash pse nuk e bëjmë ne këtu? E fusi minut 86-në, edhe pastaj thot, Nuk nga presioni publik. po ja, e pat Muçin çfarë bëri Muçi, kapi 2 topa. Çfarë do bëj Muçi atje në kraku e futit? Po ky është mënyra që e futi Silvinja. Edhe 8 minuta loj. Po kjo është mënyra pra. Dhe mua më duket që kjo punë ka arritur në atë pikë. Hasanin e çojmë tribunë. Ka arritur në atë pikë që kjo punë nuk është më me meritokraci, kjo punë është Kush i menaxhon lojtarët? Për mua është interes i Silvinjës sepse është ndryshe. Silvinjo të mundet 1-0 ose 2-1 nga Polonia dhe më thojnë za, nëse do mundesh 3-0, do është tjetër gjë. Sipas mendimit të Silvinjos. Kurse unë mendoj ndryshe. Unë mendoj se dalësh vend dyti, si të marrësh pjesë në gjysmëfinalet e botrorit, si mos marrësh bashkë nga grupi është po e njëjta gjë. Nuk merr pjesë në botror. Synimi është botrori. Çfarë duhet bëjmë ne për të shkuar drejt botrorit? Duhet ndryshojmë, duhet ndryshojmë mënyrën e qasjes. Duhet guxojmë. Se ti më the përpara nuk shkon as Italia në botror. Nuk shkon as Italia, nuk është dramë edhe probleme. Jo, pyetja është si ka mundësi shkoj Bosnia? Sepse është Italia është në një nivel me ne, ose më pak më keq se ne. Nga Po është me dobët se ne. Në këtë moment është me dobët se ne. Ama Bosnia, cilësia e lojtarëve që kanë Bosnia dhe shumë dhe vlerësimi i tyre në trademark është shumë herë më pak se sa Shqipëria. Patjetër. Ama Bosnia jep besim. Bosnia kishte kundërshtar Italinë. Ne kishim Poloninë. Dhe kishte Walesin përpara. E kupton? Dhe eliminoi dhe Wales. Eliminoi të dyja. Bosnia. Do të marrim shumë në Bosnjës. Lojtarët që kishte Bosnia ishin 19 vjeç. Pse funksionon? Sepse ka mentalitet tjetër ata. E para punës ka mentalitet meritokracie. Ka dikoj që drejton, që është i aftë, këtë ka do luaj ai që meriton. Nuk ka ndërhyrje nga lart. Dhe biles dhe është me bukur që ka dhe grupin ata. Ka dhe grupin e tillë, do të thotë që drejtarët janë të gjithë me një mendje. Të gjithë nuk ka rëndësi për ata se kush luan Dzeko, 40 vjeç, apo luan dikush tjetër tek ata. Ata janë bashkë për qëllim. Tani çështja është Silvinjo. Problemi është që mua dhe grup e kanë mbyll ciklin apo? Po, më fal, ta them këtë. Mua më duket që ne nuk kemi funksionuar si grup, nuk kemi grup më, nuk kishim grup të bashkuar me Poloninë. Sepse ta thash përpara ti ku nuk ka lojtarë më të mirë që janë në formë, duhet ti vetë të prish grupin. Ti duhet të kishe futur të tjerë lojtarë në fushë dhe pastaj të kishe dalë para mendit, po unë futa këto lojtarë më të mirë të mundshëm. Se kanë formë më të mirë, kanë bërë mirë nëpër ekipet e tyre. Ne na duhet të sulmonim, e tentuam, mundum. Po ndjall vej, nuk ka problem. Gjithë do ishim rehat. Po, patjetër. Kurse ti më them në konferencë për shtypin, mas nesër më thua që unë futa atë lojtar që ka bërë mirë, se ka bërë shumë gole Bajrami. Ore dakord, ka bërë. Puna është çaja është vështirë.
Bën dhe miqësore dhe Puna një të lojtar. Puna është tani se unë kam një sport, po kam një sport para 20 vjetëve ato. Tash është të sport. Edhe kjo punë është ke bërë të vërtet, po ke bërë para një viti. Çfarë bën sot? Ke bërë para një viti, ke qenë fort mirë para një viti, ke merituar të luash. Po sot çfarë problem? Vjen formën e duhur? Vjen kondicionin e duhur? Jo, duhet të luajë dikush tjetër. Pra ne kemi futbollistë, kemi lojtarë, kemi trajnerë, presidentë. Je aty, por ama duhet të luajë dikush tjetër. Dhe këtë e bën njerëz se kanë pak Dështimi kombëtar është presidenti po trajneri. Pa kumparë fis mënyrë Shiko, hierarkike. kjo ka pak në fakt, unë nuk besoj që jo, nuk besoj që presidenti nuk ka qenë dakord me këtë zgjedhje që ka bërë trajneri. Unë mendoj këtë, që mbase nuk ka qenë dakord. Por nuk ka pasur mundësi që ta ndryshojë mënyrën se si mund të vepruar ai. Do të thënë, në këtë moment më duket sikur trajneri ka qenë pak më i fortë se presidenti. Nuk ka vendosur presidenti në këtë dish. Nuk ka vendosur presidenti për lojtarët. Kjo tregon që është pa aftësi e trajnerit. Mendoj që ka vendosur trajneri. Dhe më është dukur që në atë ndeshje specifike, trajneri ka qenë më i fortë se presidenti. Pse e lexon? Po e lexoj ashtu sepse unë mendoj që presidenti mund të ketë pasur në kokë tjetër lojtar për të luajtur. Po ta pyesin. Po ta pyesin, mbas do zgjidhej skem tjetër loja, Po tani si është? Para se përgjigjen saj do kap dy element që i kapi Dabulla shumë mirë. Së pari, Dabulla tha që kur në skuadër ka meritokraci dhe lojtarët vetë janë të bindur, dhe nëse kujtonin eliminatorët e Europianit, lojtarët që vinin Astoli, jepni më shumë se ta ishin. Dhe ishin të bindur që jemi në Stol se është 1-1 mirë para nesh. Dhe kjo e bënte skuadrën që të unifikohej. Nuk ndodhi kjo. Dhe prandaj lojtarët që vinin nga Stoli nuk jepnin më rezultate që përpara. Ky është shumë e futbollit. Pra sepse lojtarët e kuptojnë vetë. Ke rastin unë Zunit. Sa më ndroi menaxherin unë Zunit nga që ishte në Stol. Edhe luam 5 minuta, 10 minuta, fut doli formacion. Ta këtu është klani i menaxherit. Menaxheri vendos formacion. Bosnia kishte një problem shumë të madh para se të vinte ky trajner që është tani. Shumë të madh. Provoi trajner shumë të mirë. Përpara, por nuk po jepni rezultat. Se Bosnia ka problem me që janë 3 etni të ndryshme dhe ata në kombëtare e dëshmojnë këtë gjë. Por, në Bosnjë, sa erdhi ky, u karikua edhe opinioni sportiv, edhe tifozëria e Bosnjës, sepse erdhi një emër si Sergej Barbares, është një legjend në Bosnjë dhe është një autoritet i pa diskutueshëm. Edhe Xheko, që është legjenda që ta e ka në fush dhe e tregoi që është, edhe 40 vjeç, për atë top që duhej e bëri atje. Si ai Lewandowski. Një top kapi me ne, bëri golin. Kapi një top tjetër ai po pati fat hysa që e kapi në këmbë me një gol. Pra, Sergej Barbares çfarë bëri? Lexoi skuadrën që ka, krijoi një skem loje mbi atë skuadrë që kishte dhe shkojnë botror për herë dytë, Bosnia për herë dytë botror. Por skuadra që shkojnë 2014 ishte shumë e mirë se kjo skuadrë që sot. Se kishte Miralem Pjanic brenda, Misimovic, Vedati Bišević, pra ishte një skuadrë shumë e mirë. Kjo skuadrë që është sot ka një gëshetim lojtarë vjetër me 3. Nëse kujtoni, ndeshje me Polonin, trajneri që morën ata dhe ai ishin trajner vendas, çfarë bëri? Pjesën e parë kishte një lojtar 19 vjeçar që na griu në krah. Pjesën e dytë, Pjesën e parë, jo, pjesën e parë ishte Rozga. Rozga po. Që luan të shturmi. Petrushevski është 17 vjeç. Pra, një trajner në ndeshje shumë të rëndësishme, Polonia është vend i madh. Pra, pse e bën atë guxim? Se ai e ka lexuar dhe lojën tonë dhe ka krijuar vetë besim dhe i ka futur ato lojtarët. Unë mendoj që tek ajo ndeshja se vetë Silvio na thoshte që unë nuk mund të bëj eksperiment. Ndërkohë fut Pilon. Që ndi kampionatin grek. Pilo është lojtar shumë i mirë, po ti ke thënë që s'do të bësh eksperiment. Pse e bën? Dhe i le përgjegjësinë Pilos. Në moment decisiv që ti ngel edhe gjithë jetën aty. Në mendje, rasti që humbi. Pra, ti vetë kemi lojtar që thotë jo nuk e merr duhet ju. Prish shembullin. Prish rregullat. Pra, ti thë tjetra. Unë nuk kam parë një trajner si ky
që edhe në ndeshjet miqësore, Nuk do tek ne. i donte për statistikë, më nuk ndronte lojtar, më ta vrisin më. Po s'fute më lojtar. Asnjë më. Po mirë, më ku do t'i fut? Po prish grupi, po ku do ta shohim në anë tjetrin që ke marrë ti, po se futesh. Planën, Lojtari s'bën gol na. Planën e futi. Pilon Pastaj vite Presidenti, vite se që sa herë që bën presidentin, po e largojmë dëgjoj, tani. Un kam një konflikt interesi se jam në proces gjyqësor më të kam gati 2 vjet që më. Përshëndesim edhe presidentin dhe federatës. Si e shoh unë, jashtë kësaj pjesës si sportash. Unë e kam fare mirë, mos flas fare në media, rri edhe s'merrem atë punë, jam rehat. Po fakti që gjithaj federat merret me mua do thotë që kam çik probleme ose ta tjerët i kontrollojnë në media. Jam jashtë gardit. Mos ngjen dot as me bileta, as me udhimin e chartën e kombëtarit, si e pa këtë kishte ai. Ndodhin po, patjetër. Po patjetër më kshu kapet ajo. Pra, unë jam jashtë sistemi, mos më bën presion. Dhe problemi im është që po i bllokove media tu, dal Kosovë, dal Maqedoni, dal media përndimore për sportin. Dhe këtu edhe pse jam problem tjetër, se shkoj dhe i them një gjë pa patur një lloj interesi, se atë që shoh, unë harxoj kohë nga jeta ime, harxoj para nga paratë e mia për të parë futboll dhe jam çdo javë duke parë. Shoh edhe kategorinë e tretë. Nuk jam se ka një komitet ekzekutiv, ne i shohim te tribuna VIP ku lu kombëtarja, dhe shohim aty ato showbizit, si janë kolegët tanë, ti edhe kolegët tanë atje, vinë ato që bën një foto pastaj pyesin kush po lu, se din se kush lu. Tani, ne nuk mund të flasim për presidentin, sepse merret a priori. Është i teoremi e Pitagorës, merret e pa diskutueshme. Pra, presidenti është një pikë e pa lëvizshme. Në Shqipëri, unë e përdor si batut, ka 3 personazhe të pa lëvizshëm. Janë si ylli polar në Shqipëri. Po, është presidenti i federatës, është kryeministri, që është e mandati 4, ai është e mandati 7, dhe trajneri i shpresave tona, që është miku jon Alban Bushi. Pra, këta 3 nuk lëvizin. Pastaj hajde negociojmë tek gjërat e tjera, po gjithmonë ne parasysh 1, 2 dhe 3 të standarde. Dhe tani të flasësh për presidentin, në këtë moment, unë nuk besoj që presidenti i federatës nuk do të shkonte botror. Ma dje sikur të kishte shkuar. Hajde ta marrë 20 mandate tjera. Po nëne ku do futeshin? Jo, më nuk gjeja vrim ku do futesha. Do më suleshin më keq. Ata kanë humbur edhe prap janë gati të na marrin frymën. Imagjino të kishin shkuar atje, çambi, doni tombi, edhe llogarit ton. Jo ti, pse më shumë do ti kombëtare se Silvio, po patjetër që e do shumë se Silvio. Është me kontratë, 1, kërcet e ikën, e dyta merr 800.000 euro në vit, është njeriu mirë paguar në këtë vend me faturë me rregulla. Ai është mirë paguar. Pra, unë e dua më shumë se du pa interes. Unë s'kam që tjetër vetëm ta flamurin atë himnin. Kur kënoj himnin mbushë syt me lot. Pra të shkojmë në stadium. Do të shoh atë, ai më përfaqëson mua. Ai flamuri kuqezi, dhe him. Bilesun kur e shoh te Kosova që s'kan ato bluzat kuqezi, do pa ndjem keq. Kur e shoh që Deçicituzit lëviz uniformat e veta dhe mban si uniformë dytë, si ato ngjyrat kombëtare kuqezi dhe përdor si uniformë parë, ndjem krenar më zgjidh, po të luaj vllaznia në të njëjtën ditë, edhe Deçiçi në Tuz, shkojnë Tuz më ndjen ata se më pëlqen kjo gjëja dhe më duket dhe ata e bëjnë një ambient që është anti-shqiptar. Pra, unë besoj që Duka nuk donte. Këtu bashkohem me Dabullën. Duka ka qenë më interesuar nga të gjithë, sepse përfitonte financiarisht, statusi i tij dhe federata do bëje pa derisa të vdiste, ai do bëj si Babamondi. Ku ndroi jetë, do hikte, ishte krye gjyshi i futbollit shqiptar, do ishte ai der vdekje dhe s'kishim çati bëni më, se thoshte në Europian çova. Që ne kemi kolegë tanët, që unë nuk e kuptoja vëlla, si mund të thosh ti që ne shkuam në Europian se i bleu ndeshje Duka. Edhe po ti ke të blerë, s'mund ta thuash. Jo që s'do blesh ti, si do blesh ti, ç'a bleve ti, ti shko fitove në Portugali. Doli atë. Si, quhet e bleu ndeshje me. Jo më thon tani, më thon tani. Mi mirë. Ta thon sot, më ta kujtoj. Lera thon, në parë mo, na çoi Duka ne, na çoi skuadra. Ta çoi ti Bjazi. Se kanë derdhur djers në gjaka ata futbollistë në fushë atje, rrezikon dhe jetën Beograd, se jam qenë ajo drejt ndeshje atje. Pra, ne e hiperbolizojmë unit. Unë do doja që të kishim një federat, si Federata Maqedonëse. E njeh njëri kryetari i Federatës Maqedonëse që çoi për herë parë në Europian, ishte i shqiptar. Asnjëri. Ai ja lindte me Rita trajner. Dhe i çoi trajner Maqedonës.
Jo trajneri huaj, po i trajneri Maqedonës. Po pse i çoi trajneri Maqedonës? Se Federata Maqedonase bëri projekt dhe shkoi me shpresat në kampionatin evropian. Ato shpresa kur erdhën kombëtarë, çun kombëtarën atje. Pra, ky është Pra ka ardhur momenti që të besojmë trajnerëve shqiptar? Jo, çfarë do të them, ta marrë që mund Duka vet, si trajner, si president që kur ka ardhur, ka si trajner president 10 trajner të huaj. Unë mendoj që ai si president sigurisht që e donte, por Duka, duke krijon bindje kur i aty më, duket vetja ti i merr i di gjërat, apo? Dhe Duka ka marrë vendime shumë gabuara. Ne mund ta shohim fushë duke luajtur. Ka qenë disa nga janë fushë, ke patë ku fito kombëtarja. Duka, Zvënci Duku, gjithë ata vend fushë për qafojnë bën. Po humbin nesha. Edhe këta deputetët. Kam robi, ke pani. Kolegët tanë në fushë hyn aty me lojtarët ata. Po deputetët. Hajde shikojti ndeshje sot. Hajde shikoj, do ketë një ata sa të mëzinë, nuk vjen. Tani sigurisht që Duka ka përgjegjësi për këtë rast, se Duka është vetë i marsi. Unë nga Duka do kërkoja këtë gjë. Shumë mirë, e ke ndarë mendin që ti do ta marrësh vendimin, po. Dil dhe pranoje nëse del keq. Mos lësho gjithë entourazhin tënd në media dhe thuaj ka fajin trajner. Po, trajneri e ka, po ti e ke zgjedhur. Pse edhe kjo ndodh me diktim thua? Po patjetër më është sulm. Po ta thash është media që ora sulm koordinuar. E fryn edhe kur humbe fryn prap. Dhe gjëja që do të thosha këtu, edhe ta mbyll te kjo pjesë e Dukës, është fakti. Do të kalojmë pak edhe tifozëria, kjo s'ka. Është i palëvizshëm. Është i palëvizshëm. Kemi këtë kampionatin e U21 që ne e morëm vesh vetëm kur doli kolegu Fevziu bëri një rillc atje dhe në fakt do luhet kampionati me Serbinë. Pra spiriti askëm, nuk do na dit. Pra luti për imazhin e vet. Ajo që duam ne është që Duka të jetë pak më modest, po se bën dot më tani. Më fal, po te mandati 7 vëlla dhe unë po kisha aty tani. Mandati 7. Mandati 7, ti çe thon mandati 7. Ai ka ardhur që në kohën e Atina Metliu, se kishte ai Miftari. Dhe për drejt, Miftari që e solli, se Miftari bëhet sebeb që e futi si president, ishte kampion Vllaznia atë vit. Nga i vit deri sot ka ishte 50, vetëm Vllaznia është kampion. Ka dalë Rogozhina, Kuksi, Korça, Dursi, Elbasani, nuk ka ngel Katun i Shqipërisë për dalë kampion, vetëm Vllaznia madhe ka pa pikën e hajrit. Ja ka pa hajrin aty burrit. Edhe, pra që nga i moment se Vllaznia na ka me thënë drejtën, na ka sjell Vllaznia dhe këtë, unë e mbaj më shumë mirë se çka ka ndodhur atko. Por jemi sot te kjo situatë. Pra, ai vendos me këtë, ne nuk e ndryshojmë dot. Pra shkaku i dështimit kombëtar. Në zgjedhjet e fundit, mua më pëlqeu Duka për një gjë. Jo. Në zgjedhjet e fundit. Nuk mund t'ia vesh. Në zgjedhjet e fundit. Jo, nuk mund t'ia vesh dot të bën dështimin e kombëtarëve t'ia vesh Dukës. Jo vetëm Dukës. Jo vetëm. Edhe për futbollistët. Klasin truk. Ta themi fjalit edhe me mbyllje. Trajneri problemet e veta për zgjedhjet e fundit të finalit. Duka, mua më duk më korrekt se në zgjedhjet e tjera. Se vjen një kandidat. Po ti bien votat? Më dëgjoj më. S'ka nevojë të bëjë se ka gjithë skemën. Pra, në zgjedhjet e tjera vjen një kandidat honorific. Të radhë ishte më ndeshme. Duka vet, s'kishte tjetër aty. Karrikët bosh. Edhe ju karrikët bosh më ai gjithë vot unanime si kohën e aty merhume. Edhe është më mirë kështu më. Kemi këtë, unë një kokë, mos bzani. Flet na herë Duka për, më fal, Dabulla për kampionatin. Flet kënaqet Mileti aty po shikosh tifozët, po kaq që kemi takatin ne, nuk kemi çfarë ti bëjmë. Tani, a duam ne që të lëviz? Duam, po nuk lëviz. S'lëviz malit. Ne tek ne nuk shkon malit e Muhamedit. Nuk shkon Muhamedit e Mali. Tek ne shkon malit e Muhamedit. Muhamedi në këtë rast i jon quhet Armando dhe Mali shkon tek Armando. Armando nuk shkon te Mali. Edhe kjo punë është vulosur, është vendosur dhe ne tani që ta përfundojë Dabulla. Është temë gjerë kjo thejë. Ke trajner, ka fajin është veza pula vezën, ai nuk e gjen dot këtë muhabet, por momentalisht për humbjen e ndeshjes nuk ja vë dot fajin Dukës. Ta kalojmë pak edhe më në tërësi, që ka probleme kampionatit shqiptar, nuk diskutohet. Që ka faj Duka, nuk diskutohet. Po s'ke një lojtar në kombëtarin e kampionatit shqiptar. Por një sekond, por mos harroni se çfarë niveli ka qenë kombëtarja para disa viteve. Nuk ka pasur tuta bluzë. Unë mendoj se nuk është kaq e justifikueshme gjë kjo. Do t'i marrin të mirë nga kjo. Do t'i marrin të gjërat siç janë.
Ne si shoqëri kemi probleme. Në nivelin evropian edhe për të kualifikuar. Ne si shoqëri kemi probleme me liderët në përgjithësi. Po, Nuk pëlqen fikën, në gjithë fushat e jetës. Kupton, nuk është gjë që nuk e dimë. Si Shqiptari dhe Duka është për një lloj rame që lëviz gjithë ato vetë si lëviz ministrat, si do pyetje. Rama lloj Duke. Janë bërë 7 palë zgjedhje. Nga këto 7 palë zgjedhje këta kandidatët që kishin përballë Duka janë më të mirë se Duka apo më keq se Duka. Mua për veten time, më nduket më dobët se ai. Në menaxhim, në vizion, në fuqi, kupton? Nuk më janë dukur në nivelin, ne duhem ta ndrojmë Dukën. Duhet punojmë si shoqëri ose dikush që duhet të krijojë një figurë sportive, që ajo figura sportive e pastër, të jetë e pranuar nga gjithë komuniteti futbolldashës. Sistemi. Dakor. Duhet të dalë dikush që të jetë i pastër, të ketë një vizion caktuar, të jetë me një plan caktuar A ka filluar duke gjetë të trashëgimtarin? Dhe duhet që ta filloj këtë punë procesit, do fitoj Duka sot zgjedhjet. Duhet filloj që nesër me ne të përgatitet për zgjedhjet e tjera pas 4 viteve. Ne këtë figurë, vështirë se del tek ky gjoni që thotë. Nuk del. Kështu që do knaqemi me këtë që nuk kemi ne trajner shqiptar që mund ta marrin kombëtarin. Nuk asnjë. Unë mendoj pak ndryshe. Nuk kemi di pse. Pse Besnik Hasi, nuk është ide. Mirë, dakor. Besnik Hasin po i quaj, domethënë nuk është një dhe kombëtarën, shumë mirë. Është kaq sër, ja. Por Besnik Hasin po e pranoj si ide, por pse trajner shqiptar që trajnojnë në Shqipëri, nuk e meritojnë. Nuk e meritojnë asnjë. Se bëjnë dot apo se meritojnë? Pse Ilir Daj nuk e meriton? Jo. Pse praktikisht çik edhe në plag tanë. E di si është kjo punë, sikur të marrim një ditar nga kampionati shqiptar tash. Dhe ta fusim ndeshje ku diun që kishim me Spanjën. Në Europian. Nuk e ka cilësinë fizike momentale, nuk ka cilësinë teknike, nuk ka cilësinë taktike. S'mund ta marrësh tash që ndeshjen e parë ta fuzësh me Spanjën. Duhet ta marrësh, të shkoj të luaj disa vjet jashtë me ekip jashtë Shqipërisë dhe pastaj nuk po them që nuk ka cilësi si lojtar. Po Daja shkoi te Ballkani, Kosovë, e çoi në Europë. Mori rezultate. Po ta vash shembull, trajneri i Maqedonisë e bëri. Po pra. Dhe derisa e bëri ai. Tjetër gjë, ka tjetër kulturë për futbollin. Ta ke di shumë mirë. Shiko, a di çfarë bëri ai? Ndryshon kultura e futbollit në Maqedoni, në Bosnjë, në Kroaci, në Sloveni. Çfarë bëri trajneri i Maqedonisë? Se trajneri shpresave ishte i U21. Se ne kemi një problemin tjetër, dhe tu është problemi i Dukës. Se ne i mësojmë futbollistët keq që e ekipa skuadrat e moshave tona masakrohen. Ne nuk investojmë atje. Ne aty përzgjedhim lojtarët e gabuar. Fryma që ne u japim moshave dhe themi, po përgatisim lojtarë për kombëtare dhe në fund ja marrim shpresave të Kosovës. Ndërkohë, U21 tan kanë kaq kohë, nuk marrin rezultat. Nëse rrifesh që klysh, mos priti që të bëhet ai pastaj fitues, se është rrafur ai. Kjo është fryma që përse çfarë bëri Maqedonia? Mori trajnerin e shpresave, i cili çoi shpresat në Europian, dhe ai trajner e çoi. Po çfarë bëri ai sa u bë trajneri i skuadrës parë? Se ata nuk donin me pas trajner vendas, ata tuaj donin. Sepse ata kishin lojtarë në nivele të larta dhe nuk ishte kollaj që nis bardhi e tij që vitet ta komandonte Maqedonisë. Ishte Goran Pandevi apo Goran Pandev. Po çfarë bëri ai? Sa u bë trajneri i skuadrës madhe? Ai implementoja, bëri qartë projektin, do vi lojtarët e shpresave, që më shumë se gjysma aty ishin lojtarë shqiptar, dhe gjë e parë, ai ul me Goran Pandevin. Ne bëri qartë projektin dhe i tha, ti je lideri. Unë te ty do më shtetem. Dhe dua që ti të më mbështetësh në projektin që unë kam. Dhe kjo gjë ndodhi. Dhe Goran Pandevi e mori përpara skuadrën e ishte si arritje personale, që ai ja doli në fundin e karrierës vet, gjithë lojtarë madh ku nuk ka luajtur, e çoi Maqedoninë në Europian. Në Liga e Komeve shkoi. Mundi Kosovën. Po erdhi me charter ai. Lojtarët e Kosovës nuk erdhën dot. Spyti njëri, qeveria e Kosovës nuk shkoi mori atë si Covidi. Kurse Goran Pandev ka marrë charter privat dhe shkoi, fitoi ndeshjen, fitoi dhe Gjergji. Gjergjia ishte favorite se luajnë në Gjergji. Pra, ky trajneri aty bëri këtë zgjedhje. Kishte mbështetjen e federatës. Problemi që kam unë me Armando Dukën, sepse kam personale. Unë kam kampionati shqiptar, Superliga shqiptare. Ky është prodhimi vendas. Lera kombëtarën ti. Pra, Liga e Shqipërisë sot ndodhet 14 vende poshtë Ligës Kosovës, e cila nuk ka asnjë 20% të
logjistikës që kemi ne dhe stadiumeve që kemi ne. Ata luajnë në fusha Calceto. Por kanë rezultate. Ballkani, drita. Pse s'ka Shqipëria? Sepse nga momenti që dënuar Skënderbeu, ne prishëm meritokraci, ne nuk nxjerrim kampion skuadrën më të mirë. Ne nuk e lejojmë garën, që flet çdo javë Dabulla. Te ne nuk ka garë. Tek ne gara prish, ne kemi krijuar një sistem sot, unë po them, nëse Duka sot jep dorëheqjen, do blidhet të gjithë ata të thonë jo, ti s'ke për t'ikur se ne kemi investuar te ty. Pra sot e doj Duka tiki nuk i këndon. Por, thash, ky sistem që është krijuar nuk na lejon ne sot para 2 vitesh u lut për Champions League-ën e 19 vjeçarëve. Doli kampioni i Shqipërisë, që ishte Byles, me kampionin e Kosovës, Dykoriku, është një skuadër modeste në këto momente. Ka emër për modeste. Çfarë pash në ndeshje? Bylis kishte 8 lojtarë të huaj afrikan. Dykoriku i kishte të gjithë lojtarë të Kosovës. Ne duke mos i futur lojtarët e rinj, duke mos i marr minutat e ndeshjes ata, normale që ai nuk ka ku ta fitojë eksperiencën. Ai do gaboj që të mësoj. Nuk ka zhvillim të akademive. Dhe ky është problemi i Dukës. Në fillim Duka çfarë bëri? Nuk është gabim vetëm i Dukës, është klubeve. Ai e merr vendimin se atje ska komiteti ekzekutive ka dorën ngritur atë. Jo, nuk ka përkuar, jo them edhe për investimin që duhet bëjë klubet. Dhe këtë që ka bërë federata tjetër. Në fillim ai tha lojtarët nga Maqedonia dhe Kosova janë një lloj si lojtarët shqiptar. Pra i lejoi ata të vinin këtu, pra e humbëm lojtarët shqiptar një mundësi për të garuar dhe për të luajtur. Pastaj kur e çoi numrin të huajve pa limit, pa flamurtari me Tiranën, se gjetë do të salitar kishin shqiptarë në fund. Janë simbolet Shqipërisë, Tirana skuadra ikon. Trofe mbajtja skuadra e kryeqytetit, nuk di çfarë flamurtari i Vlorës vetëm kur e kujton, ka rrafur Barcelona, Barcelona me Bert Schusterin në fushë, nuk ka gjetën e Barcelona koti. Dhe Barcelona që vinte nga finale e Kupës Kampionëve. Pra, e kupton ç'a ndodh konglomeratet. Dhe ne tani presidenti që ka flamurtari sot shkon harxhon një fes me lek takoi Florentino Perez, se ai falas nuk takon njëri, te Real Madridi merr çon nga kryeministri, dhe ndërkohë nuk mbledh dot skuadrën e vet. Dhe ky është halli që kemi ne. Ne para disa vitesh bëjmë një blollë tjetër po e mbani mend. Pra sollëm 2 herë Milanin për 2 milionë gjysmë euro dhe gjithë ai Real Madrid, unë jam tifoz i Realit. Pra skuadra më e madhe e planetit për 2 milionë euro, erdhi luajti aty, u lan ujë ftohtë, i fikëm dhe dritat, pra me Ronaldo, me Raul, e me Kaká, Reali madh, shisa e vlerësonin ata pa, erdhën luajtën me Gramozin e Ersekës. Kur sot Gramozi, dini ju? Se unë e ndjek vazhdoj të gjejnë për fshatra. Por, në atë kohë, Rezartaci që kishte Gramozin, këto 7 milionë euro se 5 ja dha Milanit ai, dhe 2 ja dha Realit, shkun 7. Pastaj mori dhe Parmën që zbite në kategoria falimentore atë në fund. Pra me 7 milionë euro, Gramozi e Ersekës mund të ishte një 5 vjet rresht në grupet mase jo të Champions League-s, po të shkote në grupet e Europa Ligës apo Conference Ligës. Pra, dhe ky sistemi që krijon ai madhi, këtë bën Duka tek ne dhe për këtë është përgjegjës. A keni pa fushat elektorale, del me kryeministrin dhe thotë do bëjmë bombonerën e Durrësit 3000 veta. Shqiptarët kanë ikur. Shkon Korçë, që ka një nga ata implantet më të mira me fusha servitore, me bar artificial, me bar natyral, ambient i mbyllur. Ai thjesht ka merr me to stadiumit, sa që njerëz ka. Do bëjmë një bombonera, dhe çfarë janë ato bombonerat e këtyre? Do jetë një resort me pallate dhe ka i fush. Po tu s'po mbushet bombonera që ke këtu. Është kompleks. Është kompleks ky problem, se unë ta hajë më para, thash pula, veza pula. Ne kemi problemin shoqëri. Ai pronar pularie është. Jemi korrekt. Pra ai e di shumë mirë se veza pula ai ka pulari më të madhe në vend ai. Iku reklam. Jo, sa fashë. E kombani. Në rregull. Tu ka mund të ketë probleme të shumta, nuk diskutohet, por kjo punë kjo puna e problemeve të sportit është shumë e gjerë, kupton? Tash ne kemi probleme në gjithë fushat e shoqërisë, kemi edhe probleme të sportit. Jo, kam përshtypjen që diskutimet ka këto desetonat me dëshirë më të mira se sa. Mund të jetë problem Duka, pastaj problemi del tek presidentët e klubeve, si sa i kanë mundësi financiare ata, sa janë sigurt nga ana financiare, si financojnë në klubet e tyre. Ka leverdi pastaj që të financosh në këto klube apo nuk ka leverdi. Se Kosova që përmendi tani, Kosova e ka bërë ligje për sponsorizimet. Ne nuk e kemi bërë akoma. Ne këtu, do të thënë, me këto probleme që ka futbolli, me këta probleme që ka presidentët këtu tek ne, prap në një mënyrë të thuash që janë heronj.
Ne na ngel kilometre fundit gjithmonë. Se kam 10 lek pa fitim, hedhin nga xhepi i tyre miliona çdo vit. Pastaj është problem tjetër shqiptar ky që unë jet lekët i di të gjitha. Se ky është problem. Unë kam lekët po unë di të gjitha. Kurse duhet të funksionojë ndryshe. Ti që ke lekët, që po ato lekët i ke bërë me mundë e me zor, mundohu të investosh drejt. Të gjesh njerëz të duhur në menaxhim të ekipeve futbollit, në trajnerlik, në drejtor sportiv ose drejtor teknik, mundohu dhe kuni se nuk i di se në Shqipëri është ky variant që kam lekët unë i di të gjitha. Jo, ti ke lekët dhe gjej njëri që të ditur që të lekët e tuaja të di të investojnë në rregull, të di të menaxhojë dhe të mundohet që ti shumoj ose të paktën ti pas 5 vjetëve të marrësh frutin e investimit. Ne këtë nuk e bëjmë dot. Se nuk kemi durim, nuk kemi dhe po me gjitha unë di që nuk kemi vizion. Mungon vizioni tek ne. Kjo na mungon. Ti duhet të fillosh sa i muçi që përmendëm këtu përpara. Po tu ka dalë tek ne. Ke Tiranë? Jo, ka dalë tek ekipet e tjera, po ke Tirana shpërtheu. Mori famë. Tu talent tu tek ne. Edhe lund turqisë. Tek ne. Edhe unë kam thënë gjithmonë se ta kaloj këtë temë. Ky presidenti i Tiranës. Ndoti Muçin ky, mori nga Muçi 1,2 milion euro që u shit. Sa mund të ndihet ky pas Dukës domethënë si një sekond, të duhet të diçka tjetër. Por i pëlqyen këto lekë ti? I pëlqyen besoj unë. Po shkore vlerëson një pjesë të këtyre lekëve, vë një disa trajnerë të mirë atje. Me këto lekët jepi nga ish problem atyre trajnerëve të mirë që mund të kesh në akademi, edhe i kërkoj, thotë lutem, faleminderit që më gjetët këtë Muçin. Keni mundësi që të punoni dhe të gjeni për 2 vite një muç tjetër? Ose një gjysmë muç, se base mund të ketë cilësi shumë të larta muçi. Muçi po ushi thot prap do marrë në Tiranë. Se do marrë prap lekë. I ka marrë këtë ne nuk e bëjmë. Sepse nuk presim dot, nuk kemi mundësi për të pritur. E duam shpejt, e duam sot, duam kampion sot. Ore që Tirana që është atje po është pa dia. Sigurisht. Bën nga pa dia. Sigurisht, nga pa dia. Po ka afër ti. Nuk më thoj me kërrit atë. Nuk diskutohet. Se Tirana për shembull që është këtu është ka këtë emër që ka ose Dinamo, ose Partizani, ose Vllaznia, ose Temotari. Ore ka breza të tërë që kanë kontribuar për atë bluzë, për atë klub, për atë fanell. Dhe janë munduar që secili brez të bëjë më mirë se brezi që ka kaluar. Dhe prandaj kanë këto emra këto ekipe. Tash po janë munduar gjithmonë të investojnë. Tu caktuar në lojtar të mirë, në trajner të mirë, në përgatitje moshash të mira, kupton? Për Militani dhe Temotari në Barcelona këtu. Ata që kanë luajtur me Vlorën ato vite, mbasi lut se kushte kompania e gjithë ka qenë talente. Sa arritën ato nivelin që mundi Barcelona 70, bën ata vitet ka qenë më mirë futbolli dikur më para në krah, më mirë. Çdo gjë shkon në evolim, se nuk mund të kthehesh dot mbrapa, kupton? Se çdo gjë është në evolim e sipër. Po ata për kohën, në ato ndeshje që bën ndeshje të mëdha. Dhe ishin, do të thonë, në të ndeshjen këtu ishin superior ndaj Barcelonës. Po pse rrihet ajo, kupton? Rrihet duke investuar tek brezat. Se duhet kalojë në një pikë tjetër, se deri diku edhe pastaj mos harrojmë që në lloj tifozërie dhe vendi i vogël ne këta në 2 milionë gjys 3 milion banori me ka ato fëmijë që këtu se duket sikur ne kemi marrë Dukën me jo se kemi marrë fare Dukën merit. Një merit, jo një merit, po ka disa merita, po një nga meritat që unë njoh si merit të pakontestueshme. Është fakti që Duka arriti të bëjë zëvendës president UEFA-s, që është një arritje e madhe. UEFA nuk është një organizatë demokratike, t'jeni të qartë. UEFA dhe FIFA janë tashmë të njohura botërisht se çfarë përfaqësojnë. Derisa të detyruan FBI shkonin të arrestote në zyrat e FIFA-s. Por Duka, duke qenë zëvendës presidenti i UEFA-s, që është arritje e madhe për një shqiptar në ato nivele, përfaqëson më mirë sportin shqiptar edhe në Shqipërinë dhe Kosovën dhe Maqedoninë, e para, e dyta. Duke qenë në këto nivele, ne pa menjëherë ndryshimin tek gjykimi që bëjnë në Shqipërisë. Pra menjëherë na erdhën arbitra më të mirë në qarkullim, të cilët nuk kanë nevojë të mbajnë për ne. Ata kanë fytyrën e vet, kanë karakterin e vet, kanë profesionalizmin e vet, dhe duke ardhur arbitra të këtij niveli, ne kuptuam menjëherë që Shqipërisë nuk po i haj më haku. Se vite i skuadra e madhe, arbitri ishte i niveleve të ulta, i madhe për ata. Jo, erdhi arbitri mirë, i cili ku kishin parë, ke pati se anullu goli me Polonin që fitu ndeshjen, shkoi arbitri pa edhe i ftohtë aku. Pra,
Kjo është meritë e padiskutueshme. Që në momentin që Duka bëhet zëvendës president UEFA-s, në Shqipëri kanë ardhur arbitra më të mirë, të cilët kanë dhënë drejtësi, nuk kanë qenë me ne, po kanë mbajtur drejtësi dhe na kanë dhënë atë që na takon. Kjo është meritë e padiskutueshme. Asaj që ka bërë Duka. Pastaj që do të ecte Shqipëria, do të ecë se i thon 24 vite. Patjetër më që do të ecte. Por çfarë merite ka tjetër? Merita tjetër ka që e atë institucion që është atje e konsolidoj. Është tjetër punë pastaj që e drejton si ai s'ka më borde, nuk është se pyet njeriu, atje është autonom i merr vendimet vet. A li nevojë për një lloj riformatimi tek Federata Shqiptare? Nuk ndryshoharroje këtë gjë. Nuk bëhet. Për ta vite kjo e tifozëve që sapo. Po, tifozët që duket sikur ka çfarë rëndësie ka tifozëriu, tifozëria shqiptare për plasjen midis Dukës dhe TVZ-s. Duka ka një meritë edhe kjo pjesë. Që arriti të krijonte me nëpërmjet lobingut, të krijonte atë që quaj tifozëria ultras, të bashkëpunonte me ta, të kthente ata në një të mirë për kombëtarin dhe për ambientin, dhe në momentin që i përdori ata kur i duaj, kundër kundërshtarëve të vet, madje edhe kundër qeverisë i ka përdorur, dhe në momentin që ata e ndjen veten të rëndësishëm, ju kthyon kundër, dhe në momentin që ju kthyon kundër, i goditi, dhe ne pam kush është potenciali i Dukës. E pe Kosovë si lan kuqezit jashtë ata? I la jashtë. Dhe atmosfera në Kosovë nuk ndihet. Unë shoh ndeshjet e Kosovës në stadium. Nuk ndihet, është edhe problemi i stadiumit, nuk i di, po është edhe shkencërisht e provuar që ngjyra e kuqe e ka impaktin shumë të madh se ajo ngjyra blu që përdorin ata. Për tifozët aty ku i la edhe tani. Shiko, tifozët në botë janë goxha pedan kryesore. Edhe në klubet, edhe në kombëtaret. Edhe që u bën Bosnjë me Italinë. Do të thënë nuk ka gjë e vogël, por ne do të thënë mbase më zhdukur ndonjëherë që ne bëjmë tifoz vetëm kur ka ndeshje kombëtare. Nuk tifoz është tifoz gjatë gjithë kohës. Ai ultras është tifoz gjatë gjithë kohës. Kemi ka gazetarë janë tifozë nëpër media gjatë gjithë kohës. Sepse më zhdukur e di çam ka bërë përshtypje këtë ndeshje. Ne u mundëm në Poloni, por Kosova fitoi ndeshjen e vet me Slovakinë. Nuk pash edhe me përmbysje. Nuk pash shqiptar që dinin shesh këtu në Tiranë. Dhe të dilin me makina. Ata atje kanë dalë. Ata atje kanë dalë për ne. Kupton? Kanë dalë do të thënë e ndjejnë pak më shumë ata mbase. Do të thënë unë do mbëshë qefi që ne se janë dy kombëtare. Do të thënë janë dy kombëtare, por në fund është një. Është një kombi ndar gjys. Gjys taktik, gjys pandej. Për mua është një lloj ajo suksesi i Kosovës me Slovakinë, siç do ishte suksesi i Shqipërisë me Poloninë. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi për mua. Dhe unë do të kënaqesha shumë që këtu njerëzit atë sa shqiptar janë, nga që janë shqiptar, nuk kanë flamur kuqezi ata, po nuk e valvisin dot në rang ndërkombëtar, se nuk është politikisht korrekt. Por janë shqiptar dhe ne duhet të kishim dalë në Tiranë për të shumë shqiptarët. Sigurisht. Sigurisht. Shkuan se nuk sigurisht. Shkuan edhe për parë atmosferën, për ta shijuar atmosferën, por unë kam parë në stadium, unë kam patur një bilet me thënë drejtën, po për shkak të angazhimit që kishte nuk shkova dot. Është bërë kjo bileta domethënë. Jo, unë e gjej, në Kosovë e gjej biletën, kollaj, në Shqipëri se gjej dot. Unë në Shqipëri nuk e gjej dot, në Kosovë e gjej. Jo, është bërë tema javës kjo bileta. Por, ma ajo që më bëri përshtypje është që në Kosovë kishte shumë personazhe nga Shqipëria dhe kjo nuk më pëlqeu, të politikës, të administratës dhe të showbizit që kishin bileta në tribunë, se Kosova ka një gjë, ndryshe nga tribuna jonë që është 1300 vëndë, që është e vogël, ata e kanë tribunën gati, ajo kam shumë se gjysmën e stadiumit, është 7000 vëndë. Dhe atmosfera në stadium nuk ndjej për shkak të tribunës, se i shkoj kjo lloj tifozërie, nuk i shkoj tifozi. Dhe që themi fjalit e tifozët, është më kujtohet ditën që ne inauguruam stadiumin e ri, arenën, do të luani me Francën. Ishte kampioni i botës, stadiumi është inauguruar në 2019. Dhe para asaj ndeshje, po luaj për eliminatorët e kampionatit evropian, ne kishim ndeshje me Andorrën. Dhe federata tani, duke ditur që lufta bëhej për të parë Francën kampion bote, dhe të gjithë paguajnë, i bëri dy biletat bashkë dhe ta jepte me detyrim Andorrën. Unë kam qenë në Elbasan dhe kam patë ndeshje, dhe kam parë dhe tifozë. Para kësaj ndeshje, se u bë debati madh atëherë që pse biletat kanë çmime kaq shtrenjta dhe shkojnë këtë nivel, dhe pse po abuzojnë me tifozët, se prandaj përmenda, një nga zënës presidentët e federatës doli e tha, po pse
biletë futbolli thamë, kush për të varfër, thash për të pasur. Ata tha ne shishim bileta për ata që kanë. Ndërkohë, ta përmenda në Beograd, kur jam qenë ndeshje me Shqipërinë, e dini ju sa ishte bileta më e shtrenjtë në stadium? 9 euro. Më e shtrenjta ishte 9 euro. Ndërkohë vija nga ndeshja që inaugurua me Elbasanin këtu, me Danimarkën. Danimarkë ishte bileta 180.000 lekë. Rritja çmimin naftës. Pra, ne edhe tifozët, ne kemi shumë nevojë, ne jemi skuadër që jemi kom, që jemi zhuritur, po të shikoni, pra në Dortmundi ndeshje me Italinë, ishin 50.000 shqiptarë, unë s'kam parë më shumë se aty. Pra nga 61.000 veta që u lejuan në stadium, ne kishim blerë bileta italianëve. Vetëm në Hamburg që ja u blem dot kroatëve, sa ata nacionalistë, e sta lënë kollaj. Pra, ne dhe tifozët i kemi parë në kontekstin për të shfrytzuar. Biletat ja u kemi shitur sa më shtrenjtë ka qenë e mundur. E pat në Valencia që stadiumi ishte bosh, hera e parë që unë kam parë që shqiptarët nuk kishin pikën e interesit, sepse s'ka ndodhur kjo herë tjetër në këtë nivel, sepse ja u dëmtuan interesit pikërisht duke abuzuar me ta dhe duke u çuar biletat në çmime katastrofë. Por vritet tifozëria shqiptare? Nuk është puna e vritet, ne atë kombëtare dua, më bëj çat dushti. Unë për shembull atë ditë isha në ambient dhe ato që ishin me mua aty bënin tifozëri, thoshin inshallah fiton Shqipëria, me që unë isha në gjyq me Dukën. I thoshëm nuk ka rëndësi më Shqipëria ajo. Le të shkojmë të bëj çat do me Dukën, dua vetëm të shkojmë botror. Po valla do të shkojmë botror, se po kërkoja biletat e avionit, hotelin, se kisha e dija se ku do lutet Shqipëria dhe ishte përgati. Pastaj varet që quhen tifoz. Por tifozëria, se ka tifoz dhe tifoz. Tifozëria, kjo që thot Dabulla, shumë ky është problemi thelbi për mua. Tifozët janë ata që të vinë në shi, në borë, në diell, ku ti je keq. Ai që vjen se do të dalin reklamat dhe të bëjnë selfie. Pra, ai ose tifozët, se ka tifozët. Këtë tifozërinë nuk duhet ta dëmtojmë. Këta duhet të jenë prioritarët. Nuk duhet të jenë ata të Instagramit atje, politikanët dhe zyrtarët. Pra, ne kur vendosit çmimet e biletave, ora le dalin tregëzia të çesë çfarë duan. Por ti vetë çmimin zyrtar duhet të kesh parasysh këtë lloj tifozi. Ky që të vjen edhe kur je në ditë keqe. U shkoj e shikoj Shqipërinë çdo moment. Ishte hera e parë, edhe këtë radhë gjeta që u lutet që e kisha lënë një televizor me zërin më të lartë, edhe tjetrin e shikoja se ishte i përqendruar Kosovën, po me zërin e dëgjoja me audio, dëgjoja atë tjetrin prap, se lutet Shqipëria, ajo më përfaqëson. Dhe shumë e rëndësishme. Por në qoftë se ti nuk ke një politik dhe për tifozët, mënyrën se ti si administron tifozërinë, ndjenjat e tyre, biletat, organizimet, shortet që ti bën, dhe në qoftë se ti i kthen dhe tifozërinë kundër, Kjo është faj federatës, po tjetër. Po patjetër, më patjetër është faj federatës. Jo vetëm sekond, mos mika tifozët. Jo vetëm e federatës, po problemet dhe shoqërisë tonë, kupton. Ne që të kultivojmë këtë tifozërinë, që thua ti, duhet të ta kultivojmë që te kampionati. Se ne kemi pasur këtë tifozërinë përpara. E vërtetë është. Ka qenë plot stadiumi këtu. Ka qenë këtu duhet një politikë dhe e federatës, edhe e qeverisë, edhe e bashkisë, edhe e klubeve, duhet mbiten bashkë këta. Të mendojnë se si të sjellin njerëz në stadium. Duhet të rrisin cilësinë e futbollit, duhet bëjnë politika në shkolla, duhet marrin të shkollave, fillojnë se duhet promoson që fëmia që njerëzit merren me sport, vinë stadium, shikojnë ndeshje. E pastaj dalin avash atje ku duam dalim, siç ka dalë bota. Nuk është kollaj. Tifozëria ju si lojtar, çfarë rëndësie ka një tifozëria kur je brenda fush për një lojtar? Ti vëlla, po shiko, sporti edhe ju keni të përjetuar. Po, sporti në përgjithësi, shumë gjitha sportet, edhe artistët, me sa di unë, janë dy profesionet që janë krijuar për të kënaqur njerëzit, për të argëtuar njerëzit. Nuk ka ndonjë profesion, mos gaboj ata, ndonjë profesion tjetër që më është bërë për shfaqjen e njerëzve, për gëzimin e tyre. Dhe normalisht që ti do performosh si në art, si në sport për njerëzit, për ata. Prandaj është një shtysë e mirë, le të thënë, është një tjetër. Mos ke tifozëri. Po nuk diskutoj për ata do shkosh ti, është ndryshe një stadium me 20 veta. Prandaj bën për atë se ne e kemi, do të thënë, e kemi kthyer mbrapsht të punë. Ne bëjmë aktivitet vetëm thjesht sepse duhet bërë ky aktiviteti. Pa njerëz. Bëjmë sikur për çfarë duhet. Po se bë për njerëzit. Kjo duhet bërë për njerëzit dhe prandaj duhet mësuar njerëzit të vinë në stadium. Por më mbaj mend kam qenë një herë me kombëtaren bën në Meksik. Kishim në SBA, kishim ndeshje me Meksikën. Shumë vite 4-0.
Po në Argjentinë, si ishte këto? Lutem në Argjentinë. Nuk ishte në Argjentinë. Ishte Meksik. Ai stadiumi aty që mbaj mendun, është stadiumi ishte me 60.000 vende. Dhe nga minuta e parë nga filluar ndeshja, deri minutë 90, unë me shokun nuk komunikoja dot 1 metër larg një tjetrit. Meksikanët Nuk dëgjoheshe. Nuk e dëgjoje dot shokun çfarë thoshte. Duhet i përtisje në vesh që ta dëgjoje. Ato polat. Ata ishin nga minuta e parë. Deri minutë 90 të zhurmshme me borije, me daulle. Deri në fund. Asnjë nuk kishte asnjë lloj, domethënë pauze. Nuk kishte pauzë gjatë 90 minutave. Kam tjetër mentalitet nga për futboll. Një shembull. Më fal bie më thënë se futbolli për të pasurit apo për të varfrit. Po futbolli për të pasurit. Më thon. Po futbolli është për të përgjigje edhe për situatën ku ndodhet kombëtarja, çmuan e kombëtarja, sa mos ka lidhje me tifozëri. Nuk është. Shiko, kësaj kombëtare nuk i ka munguar kur tifozëri. Dhe si kjo kombëtare nuk ka patur kurrë më përpara një tifozëri kaq të madhe jashtë. Kjo është një kombëtare që ndiqet kudo. Që kam i pyetje, më mirë është brenda apo jashtë domethënë? Ja të ta shpjegoj se kjo pjesë e tifozëve shumë interesante. Tifozëria, shiko. Tifozëria është mënyrë jetese, kulturë jetese. Pra, kombëtarën nuk kam parë ta ndjekin kaq shumë njerëz. Ku s'kam qenë me kombëtarë. Kur the edhe për dhe shoh grupin e njerëzve që vinë nga brenda dhe nga jashtë, sidomos nga jashtë. Pra, kombëtarja është bërë shumë e ndjekur sot. Dhe është bërë një mënyrë njerëz që vinë për shembull kur lut Gjergjiu shkova javë para se vajte përpara gjëra të tjera. Dhe patjetër pashë Gjergjiu është Kaukaz. Llogaritë erdhën shumë, edhe ishte ndeshje për ligën e kombëve. Po patjetër do habite që ishin kaq shumë shqiptarë në një cep të fundit në Kaukaz. Vetëm Europë s'është atje. Por shqiptarët erdhën dhe tifozët patjetër që janë të rëndësishëm. Por ç'a ndodh me tifozërinë? Se ne do të kemi parasysh një gjë tjetër. Ne jemi dhe Ballkanas dhe mesatar. Kam parë 2 botërorët e fundit në stadium, ndeshjet edhe kam zgjedhur qëllimisht Brazil, se ka qelluar me Serbinë në grup. Dhe serbët Ballkanas dhe Brazilin unë jam tifoz. Dhe çfarë pash për shembull, të dyja ndeshjet kanë dalë dhe në Moskë dhe në Katar kanë dalë 2-0. Tani, tifozët brazilian kërcenin, këndonin, allegro, pinin tërkohës. Tifozi serb ishte Ballkanas, kur bë goli i dytë i futi një çam ata kërcit në ikën. Pra ne kështu e konceptojmë futbollin. Ne të ngrem në qiell, të hiperbolizojmë, dhe kur je mirë, ne të bëjmë më të madh se çje, dhe pastaj kur je keq, ama më çato që para Europianit, do bëjmë atë që bëri Greqia. Deri aty shkonim ne. Do rrafim, të fusim Italinë, Kroacinë, një të kafshuar Spanjës, edhe kush na ditë përpara. Dhe këta e bënin gazetarë dhe analistë me emër, jo. Tani, te pjesët e tifozërisë. Shkuam në Moldavi. Nuk kishin njerë, po mos ishin shqiptarët, nuk e dinte njeriu që luaj ndeshje. Edhe pse ishte ndeshja më e rëndësishme e historisë Moldavisë, por atë para ata ishin atë nivel. Mbaroi ndeshja, shkuam në aeroport. Dhe isha ulur me disa shqiptarë të tjerë dhe po shikoja se ata dhe bluzat i kishin kështu, ishin një kompani shumë e thjeshtë. Po i shikoj me vëmendje. Ore, mos janë kombëtarë moldavista, se ne jemi mësuar këtu që i presim, i bëjmë. Ore, nuk i bënte përshtypje asnjëriu fare. Vetëm kur u çu trajneri, se trajneri e njifja, se lojtarës po i dalloje do. Sa u çu trajneri, thashëm që ka kombëtarja. Dhe hapa celularin dhe kam filmuar videon dhe ata u ngritën këmbë. Po kalonin po kalonin si qytetar thjesht, jo te VIP siç kalojmë ne. Dhe ata ma bën të gjithë me dorë dhe u treguan, domethënë u pëlqeu që dikush po tregonte interes. Dhe po shkonin në ndeshje mbas nesh lunin me Çekin, që po të merrnin barazim Çeki, kalonin ata para Çekis. Dhe në Çeki nuk ishim me charter si kombëtarja jon. Ishim me tranzit vlla, do shkonin nga aty në Bukuresht, nga Bukureshti në Vjenë, nga Vjena do shkonin në Prag, me autobus nga Vjena në Prag shkonin me autobus. Dhe ajo kombëtare aty, ajo skuadër, tash kishte rezultat historik. Asnjëri s'donte t'ia dinte, po ishte një gjë krejt normale. Kjo do të thotë që tifozëria që kemi ne, dhe interesi i madh që kemi ne, dhe dëshira e madhe që kemi ne, edhe duhet menaxhuar mirë, edhe duhet përkthyer mirë. Nuk vjen kot kryeministri atje. Kryeministri vjen kur ka sukses që të marrë meritën, u jep pasaporta diplomatike, i pret, a e pa se i dali Marinas ne i presim. Kur humbim, s'del ai të thotë çuna krenar, jemi me ju, mbani kokën lart. Ai bën video direkt e Erdogani, presidenti Turqisë. Në nivelet larta çdo kryeminist Jo, flas, shfrytëzon
Ky Joni, Të gjithë. Ore, kryeministri ishte edhe Berisha më burr, po një herë që erdhi ka ardhur ndeshje me Norvegjin që dolëm 1-1, edhe për drejt lojtari që bëri golin ishte Rama. Edhe stadiumi ishte Rama, a kupton? Ishte Rama. Kështu që unë tifozërin gjithmonë e kam parasysh këtë gjë. Jemi në Ballkan, tifozërit ballkanase janë shumë të zjarrta. Kjo është në Europë janë nga më të zjarrtat. Janë dhe të frikshëm, ne kalojmë shqiptarët jo, po tifozërit që kemi arritur. E kanë nesër të këtyre të Amerikës Latine. E kam pasur mundësinë, edhe kam shkuar vetëm për të ndier këtë atmosferën që kanë ata. Po atje futbolli është fair. Ata nivel tjetër. Ata janë. Që të kalojmë pak edhe tek kombëtarja e Kosovës. Çka ka diçka më shumë, më pak është më mirë se sa ne, për mua është mentaliteti i tyre. Meritokracia që ka vendosur trajneri që luajnë ata që e meritojnë, kupton? Kanë një lloj disipline të caktuar, kanë meritokraci, kanë lojtarë që luajnë ekipe të mira. Do të thonë që pak a shumë mundohen që të shfaqin dhe kanë futbollistë cilësor brenda gjë tyre. Dhe mbi gjitha është ajo që mua më zgjuar gjithmonë që Kosova që është pak më mirë se sa ne, jo si shtatani. Ka shkollë jugoslave futbolli. I ka ngel ajo prap, pavarësisht se ka kaq vite që nuk është këputur, por i ka ngel mënyra e sjelljes edhe mentalitetit të shkollës jugoslave të futbollit. Ne nuk e kemi në Shqipëri. Ne ndjehemi inferior ndaj ekipeve tuaja, zakonisht. Është brenda në vedi ajo pjesë. Ata nuk para e kanë. Sepse nuk e kanë pasur as ekipet e Jugosllavisë të pjesë. Hajduku Splitit, Dinamo Zagrebit kanë mentalitet europian, thotë mund të lëshojnë gjithë ata. Do të hidhen sulm për gjithë ata, ne do fitojmë me ekipin më të mirë të mundshëm, do ta provojmë. Dhe një trajner që le Zhegrovë dhe Rashicën stol dhe fiton 4-2. Do të thonë kanë një lloj mentaliteti dhe kjo është për mua që është suksesi i tyre. Do të thonë në fillim duhet të mbushim mendjen vetes që je i aftë, je i mirë, je i Zoti. Duhet ta besosh. Duhet ta besosh këtë punë. Po ti kur nuk e beson vet, këtë punë është pak problem kjo pjesë. Dhe unë shoh që ne në momentet e caktuara, jo gjithmonë, prapë na ngel ajo historia që asa ky është më mirë se ne, sepse tash ne po kishim nisur me mentalitet tjetër. Ndeshim me Europian me Italinë. Në ndeshjen me Europian me Kroacinë. Për mua duhet kishte marrë më tepër se ç'morëm. Nuk do të them minimalisht 4 pikë ato dy ndeshje. Po duhet të pasojë në ndeshjet e tjera këtu në fundit me Poloninë. Do të kishte patjetër do të kishte fituar atë ndeshje. Nuk kishte asgjë më shumë se ne Polonia, në cilësi lojtarësh në skemë ose në lojtar. Në lojtarën kushtetores. Si ishin aty. Nëse gjithsesi Kosova ka lojtarë që janë më të. Por ne nuk guxuam, kupton? Kurse Kosova të paktën guxoi. Ka guxoi edhe me Slovakinë që ktheu rezultatin nga 2-0, nuk është që e vogël të kishte rezultat 2-0 në këtë ndeshje të atë niveli. Edhe në ekip në fushë kundërshtare. Provoi të luante me Turqinë, deri diku për mua duhet i mirë, ora ti po flasin për dy kombëtare që njëra është 100 ca milion banor dhe probabiliteti për nxjerr futbollista e ka 50 herë, 60 herë më të madh se sa Kosova, por jo me vend që është 2 milion banor. Ama Kosova një futbollist siç është Fistika Slani, vlerën transfer market e ka më të lartë se sa të gjithë lojtarët e kombëtarës. Në rregull, për dakord jam, po paktën domethënë ata u ndeshën, nuk është që vogël ndeshje që të luash në mënyrë të barabartë me Turqinë. Për mua ndeshja ishte më të vështirë Kosova se sa me Poloninë. Shumë herë më e vështirë, me ekip shumë herë më të mirë, me lojtarë shumë herë më të mirë se ekipi lart, edhe deri diku patëm shanse për shtuar dhe mbase mund të kalonin ata, por futbolli kështu është. A e shohim ne Kosovën si shohim Shqipërinë? Jo, nuk e shoh. Si shohim Kosovën Shqipërinë pra nuk e ke. Kosovë, nuk në Kosovë, shqiptarët e Kosovës, se për mundësia Kosovare janë shqiptarë Kosovës. Kur luan kombëtarja shqiptare, kombëtarja e madhe, do të thuhet kuqezi, ata janë gjithë para televizorit, gjithë. Nuk ka rëndësi ndeshje. Kurse ne këtu në Shqipëri drejt atyre më duket se jo. Jo të paktën jo në ato nivele, se unë besoj që në Shqipëri këtë ndeshjen
Kosovë, Turqi janë ulur, e kam parë nëpër lokalen, në shtëpi njerëzit para televizorit, por kam ndodhur vetëm për këtë ndeshje, por zakonisht për të tjerat jo. Sa larg është kombëtaren shqiptare me atë të Kosovës? Shiko, jo se jam non grata në Greqi edhe në Serbi dhe kam të pjesën e kështu flamuar, se s'më ka shpall vëta kot non grata. Unë nuk e kam qef të Vazhdon akoma në gradën? Jo, po e kam, është e përjetshme, s'kam çfarë bëj më. Është vendim politik, domethënë, nuk është vendim gjyqësor. Po më fut nga Turqia? Ore mund të futem nga Mali, se nga Mali janë futur gjithë jetën, po nuk s'është era parë. Unë futesh nga Europa, po tani nuk ka marrë etin dhe syrit ata dhe s'ke çaj bë. Dhe i simpatizoj për këtë gjë që janë kaq nacionalistë. Edhe serbët, edhe grekët, edhe unë dua të jemi si ata nacionalistë për mbrojtje vendin tonë, simbolet tona. Shiko, mua nuk pëlqen kjo pjesa dhe kjo fryma. Unë mendoj që nëse ne do të kishim një kombëtare, ne do ishim prezent në çdo kompeticion. Ne jemi dy gjysma. Kosova është një skuadër me pjesën më cilësore në sulm, ne jemi një skuadër me pjesën më të mirë në mbrojtje. Dhe të dyja skuadrat çalojnë mes fush. Nëse do ishim bashk, do kishim më shumë konkurrencë, do kishim një skuadër shumë të mirë dhe do ishim në kompeticion. Si them, geopolitika, geostrategjia ka vendosur si kështu dhe ne jemi detyruar ta pranojmë këtë gjë. Edhe pse shqiptarët e Kosovës gjithmonë kanë parasysh flamurin kuqezi dhe prandaj quajnë kombëtarët e Shqipërisë. Se në mendjen e tyre, dhe UÇK-ja nuk ka luftuar për të shpallur Kosovën shteti i pavarur. Ka luftuar për bashkimin me Shqipërinë. Dhe në mendjen e tyre dhe prandaj ata e ndjekin kaq shumë Shqipërinë e përjetojnë me flamuj me. Por aty unë shoh një tendencë, për shembull kam qenë ndeshje me Greqinë vetëm unë isha me unë mbaj një bluzë të kuqe atje që lexon Kosova dhe shallin e kam Kosova. Për shembull ndeshje me Crvena Zvezdën, kur luajti Tirana, u kisha një shall Kosova, u quhet provokime, më futën në kanale të tjera serbët. Edhe pse unë bëra s'kisha tifoza, jo, isha gazetar, edhe kisha të shallin. Do të ketë pa mjaftueshme me Greqinë në gradë, do edhe në Serbi. Por nuk më shqetëson shumë ajo punë, se thash më si them, do jep vlera më shumë. e kam adrenalin të pjesën tim. Dhe edhe nuk dua t'i krahasoj Shqipërinë dhe Kosovën. Unë mendoj që ata kanë një stil tjetër të luajturit. Po. Stili e tyre vjen për shkak të kreativitetit që ata kanë në pjesën përpara, dhe Kosova është shumë e varur nga lojtarët që i vinë nga jashtë. Ata kanë pasur imigracion përpara nesh. Dhe prandaj ata, po ti shikosh, kanë shumë lojtarë që luajnë, nuk kanë lindur në Kosovën. Meriti e Kosovës është që ka sharton ata që ka arritur brenda dhe gujfut në fush, nuk i mban në stol. Pra, ai në ndeshje me Slovakinë, e shumë bukur sharton për 7 minuta. Ndeshje me Slovakinë, ai zgjodhi para Zhegrovës kur ishte 3-2, që mund ta barazonte, se vërtet Slovakia nuk shkoi 2-0, por shkoi 1-0-1-1, 2-1, 2-2, dhe kur Kosova shkoi përpara, trajneri i Kosovës nuk futi Zhegrovën e Juventusit. As Rashicën e Beshiktashi, po futi Zabërgjën. Që tani ka ikë nga Dinamo, si ka bërë 6 muaj. Pra futi Zabërgjën. Sigurisht trajneri i tyre ka 670 ndeshje. 86 kishte ky jone. Dhe ai atyre ka eksperiencë. Plus që është dhe i ftohtë. Por dhe ata janë pak kënaqur pse nuk shkuan botror. Kosova pati një gjë tjetër, një avantazh tjetër. Në shortin e parë, pra të gjysmëfinaleve, i ra skuadra më e dobët që ishte në vazhdim A, që ishte Slovakia. Pra Polonia ishte më e fortë se Slovakia. Patjetër. Si skuadër. Në vazhdim tjetër, ajo pati problem. I ra skuadra më e fortë në finale, që ishte për mua ishte Turqia. Në këtë moment Turqia është një super skuadër. Ka shumë kreativitet, lojtar nga Real Madridi, lojtar nga Interi, lojtar nga Juventus, dhe klubet turke janë rritur shumë. Dhe prandaj Turqia është një vend shumë i madh. Vërtet ata ishin xhurinë për shkon në botror, se kanë 24 vjet ata. Dhe kanë investuar. Dhe Turqia çfarë bëri? E respektoi kaq shumë Kosovën, sa doli nga vetja vet, nuk luajti futboll, donte vetëm atë golin. Dhe mori atë golin dhe e vendosi, ne duam të shkojmë botror. Nuk ka rëndësi do luajmë bukur, s'do luajmë bukur. Ne do shkojmë në botror. Ato bën ata dhe fituan ndeshjen. Tani, te ky krahasimi që bëjmë ne. Edhe Kosova para se të vinte trajneri ka tani, madje në sezonin e parë ata fotën e kanë bërë cop aty. Por foto u tregoi duruar dhe presidenti i Federatës së Kosovës, i cili është në miniatur një duk tjetër. Pra, Agim Ademi është një duk tjetër, por të njëjtat forma po. Është në proces tjetër me Kosovën. Dy trajnerët përpara, jo un kam një të mirë se jam vazhdimisht aty i angazhuar edhe aty në media sportive. Dy trajnerët që zgjodhi përpara, Alen Xheres, që e mori për emër dhe për imazh, ishte katastrofë. Një trajner që në ndeshje me Greqinë kishte vetëm 13 lojtarë.
Me rezervë kishte 2. Dhe Gliha që morën Në mbrapa, levele. Gliha qelloi me shpull në stadion, qelloi Zhegrovën. Pra, kur ka ardhur trajneri Foda, e ka gjetur, nuk kishte as domazhveshje, as grup dhe as gjë. Ai bëri këtë gjë. Ai pa cilësitë e Kosovës dhe gjëja e parë i rregulloi mbrojtjen, se kuptonte që Kosova kur gjen skuadra të vogla, që ne me zi mundim, u fut 4, 5, 6. Prandaj ka 32 gola Vedat Muriqi. Sulmuesi më i mirë në historinë e Shqipërisë është Erion Bogdani me 18 gola. Vazhdon akoma. Është ai. Pra ne nuk prodhojmë dot finalizues si Vedati. Por çka ka Kosova, ndryshe kanë. Ata çarlojnë në pjesën e mbrojtjes, nuk e kanë eksperiencën që kemi ne, luajnë, kanë skuadër më kreative, në fundit janë vlezërit tanë, ata marrin. Janë dhe më të ri ata se. Dhe ata marrin kot. Për shembull, Vedat Muriqi ku mbarojnë ndeshja e qante, pse? Siç tha Gjimshiti tek ne, s'do kemi më mundësi. Pse qante Uzuni? Është 31 vjeç. Se ka do të mbotërorin tjetër. Dhe Kosova, ja të marrë vetëm këtë pjesë. Kosova me Shqipërinë ka këtë dallim. Pra, Kosova thash bën futboll më të bukur, është më kreative si skuadër, por nuk ka eksperiencën tonë. Po se janë dhe të ri. Janë të ri. Nuk e ka eksperiencën tonë. Nuk janë të ri si kombëtare flas. Jo, ka shumë të ri. Ka dhe shumë të ri. Gallapeni është 19 Jo flas edhe si kombëtare. 10 vjet kanë 10 vjet. Pra, Kosova këtë ndryshim ka nga pjesa jote. Por unë nuk dua thash asnjëherë që ti bëj këtë diferencime, se i kam parë, kam qenë kam ndjekur, nuk kam lënë ndeshje atje, hiç ndeshjen e fundit, kam pasur një bindje vëlla që nuk fitonte. Jo, kam pasur madje mbrëm në darkë, jo po shikoja kalendarin për Ligën e Kombeve dhe nuk kishim asnjë ndeshje në të njëjtën ditë. Pra që është gjë e mirë sepse ata në Ligën B do kem mundësi të shoh të dyja, se nuk rastisim në njëjtën ditë. Kemi 2 ditë diferencë, kështu që ka mundësi që të shoh të dyja. Por dallimi që kemi ne tash me Kosovën, pra ne kemi këtë pjesën e eksperiencës, se e kemi fituar, kemi këtë pjesën që jemi mbrapa më mirë se ata, jemi në lojën mbrojtëse, por nga krahu tjetër, edhe Kosova ka nevojë që ta vazhdoj projektin që ka me Franco Fodën, jetë më me këmbë në tokë se ata vëllezërit tanë. Ai disi marrin ata kot. Po, patjetër. Pa, ata thonë Brazili tani i Europës. Se çfarë do të thotë Portugalia pastaj? Pra, edhe ne, kur jemi mirë do dalim kampion e Europës si Greqia. Pra, kjo është gjëja, por në perspektivë, dhe unë po mundohem të shoh perspektivën, perspektiva atyre, duket si të mund, më e suksesshme nëse vazhdojmë me këtë projekt që kanë, sepse i kanë mundësit, i kanë cilësit. Me Turqinë vendosi një gol. Një gol e vendosi ndeshjen. Dhe ata i shkuan më afër se ne. Por sigurisht është shumë e rëndësishme që në Europianin tjetër, se Foda ka marrë skuadrën për shkuar në Europian, botrori doli gjatë rrugës. Duke ju falenderuar shumë për kohën dhe këtë bisedë që sumor vesh si zgjati kaq shumë, duke i kërkuar ndjes atyre që do ta ndjekim, por uroj që të sjellë shumë gjëra pozitive dhe për frymën se çka kemi diskutuar për kombëtarët shqiptarë të Kosovës, por vetëm një pyetje dhe për kampionatin, Superligën, kryesisht për Dabullën, për Tiranën, ngërçin që ka dhe rrezikun që ka që të bie nga kategoria dhe ajo se çka është lakuar më të madhe edhe për presidentin Refik Halili që gjithandej është shef në për reagimet e tifozëve të Tiranës. Shiko, unë jam habitur, domethënë, dhe habia më e madhe është kjo që të harxosh miliona euro çdo sezon, se nuk është se ka filluar ky sezon për Tiranë, ka 2 sezone që është po në ato ujëra në ato, dhe të jesh po në fund. Për mua tregon një mungesë të madhe vizioni. Se duke pasur me që i ke financat, nuk ke ditur të investosh siç duhet në njerëz dhe në ide. Kjo na mungon në tërësinë në futbollin shqiptar. Po flas për ekipin më të madh shqiptar për mua Tirana, ekipin më shumë titull kampion, me më shumë kupa republike, me tifozëri të zjarrt, me financa po themi të shndosha, nuk arrin të bëjë projekt serioz për të qenë maj aty ku i takon. Do të thonë, më zhdukur gjithmonë nuk e kam kuptuar, nuk e arrit ta shpjegoj se si ka mundësi. Dhe duke pasur është gjithmonë ai problem që tash përpara që këta gjithë mendojnë që ata që kanë lekët duhet të bëjnë gjitha punët. Jo. Ai që ka lekët ose duhet të mësojë të bëjë punë të tjera, ose duhet të gjejë njerëz të zot
që të vendosin pikat e dura në klub që të dinë të investojnë në brezin e ri dhe të dinë të blenë dhe lojtarë. Sepse ne tani përmendni përpara, ne kemi mbush kampionatin shqiptar me të huaj. Sa më shumë të huaj, do mbushim aq më shumë do na bie cilësia e futbollit. Në kohën time, për shembull, kur luaj unë akoma, ka pas rregull federata që në çdo ekip shqiptar. Normalisht edhe rinjë shqiptar ka shkuar jashtë vetëm këtu në pensionistë. Kishte minimalisht 2 lojtarë shqiptar 18 vjeç në fushë. Do të thënë se të ideja që ti mendon. E bën me rregull, nuk do lyn më shumë se 3 huj në formacion dhe kaq. Ka rëndësi aty ti duhet të promovosh brezin e ri. Dhe përderisa ne do të vazhdojmë të huja vëlla. A është problemi me presidentin edhe këtu apo? Po ku është vizioni i presidentëve këtu? Unë do të them më tepër këtë nivel që ka futbolli shqiptar ja ve presidentëve. Po unë ju heroj nga i krah, por vizioni i tyre të pakët nga krahu tjetër. Reflekton edhe reflekton se këtë rregull që ka vendosur federata për tuaj që i ka pa limit, ka presidenti ka kërkuar. Po, patjetër. Në një pyetje për Tanin, për Dinamon, a ka rrezik që po ngel jashtë nga Final Four? Së pari Dinamo u kthye mbas një hendeku të 15 vjeçar. E dyta është që projekti i kthimit, masi ky president që e ka dhe sot, e ktheu vitin e parë dhe doli në kategoria duke harxuar 1.8 milionë euro. Do të thotë që zapa tharro suli njerëzit e ka. Po e bëri Dinamo pastaj mësoi. Mësoi rrugën Tiranë me fjalë. Herën e dytë e mësoi si, edhe u mundua të ditë njerëzit e duhur. Sigurisht Dinamo është një skuadër më korrekte financiarisht. Uroj që ta vazhdoj këtë gjë. Presidenti që ka Dinamo ka i projekt, po investon në ambientet servitore, se Dinamo është vetëm Chelsea ka ndosur, s'ka si pron vetëm ndryshe nga Tirana. Është edhe ndeshje Dinamo me Prezelmës, në autobusin e ndroqit shkoi, se aty po punon. Pra edhe pse është brend. Skuadra e dytë me titulluar vend. Në këtë moment, këtë vit besoj që Dinamo nëse nuk fiton Kupën e Republikës, dhe dalin në Europë, e ka të shtuar sezonin sepse u projektuar për titull kampion. Sigurisht që presidenti Dinamos, ndryshe nga i Tiranës, lë dorë më të lirë stafit teknik që ka. Dhe nëse dështon Dinamo është tek stafit teknik. Pra, siç e dha meritat Ilir Dajes për vitin e kaluar, që na ktheu te trofeet, na bëri kompetitiv, për pa shkuar në play-off, mundi Hajdukun e Splitit ishte reklam për gjithë kampionatin shqiptar, dhe Hajduku është skuadër goxha e madhe, loja, mbi të gjitha e mundi me lojë. Kjo ishte më e rëndësishme. Pra, këtë vit, ose ata u vetë kënaqën, ose besuan më shumë te vetja, se sa që kishin mundësit, dhe sot është në këtë fazë, ka rënë nga katërsha. Ose ka gjetur skemën e gabuar të. Ose i Guza Bërgja dhe i Toto dhe. Se ti ke mundësit për t'i gjetur. I ke mundësit për si ka gjetur do? T'jap një shumë. Dinamo bleu në verë, se në Shqipëri erdhën lojtarë, po erdhën nuk u bën njëri me kontrat me pagesë. Erdhi Uran Berisha, nga Dugagjini, 19 vjeç, u bën 150.000 euro. Nuk është pak investim në Shqipëri te 19 vjeçar. Absolutisht. Që në ndeshjen e parë me Hajdukun ai na bëri golin e kualifikimit. Çfarë bën ne lan stol? Në moment që ti e lan stol, ky është zgjidhje Dajes. Dhe Daja thoshte nuk kemi që në Sulmus. Dhe ndërkohë e çoi në janar në Kosovë, po te Dugagjini, jo që po shënon çdo ndeshje, po dhe me shpresën e Kosovës ai ka bërë çdo ndeshje gol. Dhe është pikërisht lojtari që na mungon. Unë mendoj që trajnerët e mëdhenj ndryshojnë skemën. Se ndryshe ai nuk vetë do të shikon që e provon kjo 1, 2, 3 secë. Ta Dinamo bën një lojë e nis nga poshtë dhe ka qef të mbaj topin. Shumë mirë. Po kur ti e sheh që Vllaznia të mbyllet mbrapa dhe të mund, Ignatia të mbyllet mbrapa dhe të mund, ta lën topin ty. Elbasani të mbyllet mbrapa dhe të mund. Ndrohet drejt skemës, lëra topin atyre dhe fillon goditi ti se ti s'po i godet dot, nuk je ti që e ke, nuk ke më cilësinë që ke të kaluar, dhe ke zgjedhur njerëzit e gabuar që nuk përçojnë me sukses. Skema duhet bërë të bazë të cilësive lojtarëve. Kush e fiton kampionatin si vetë ta? Unë nuk do të bëj prognoza për Qa aksi do shkoj? Prognoza për para, ja kam frikën ati trekenë që Gërmudës, që mënda Vor, Shkozet, Bradashesh, nuk duke çudi që dal kampionet Besani, mo nuk do më duke çudi. Është Rogozhina. Po patjetër Rogozhina ka aty. Në Shkodër nuk shko, a? Po favoriti për këtë kampionat, favoriti është Vllaznia. Por
Ignati ja ka gjetur anën dhe nuk është se si ka mundësi, dhe Elbasani më çuditi që qëndroi kaq fort në garë, se po mos ishte gjituar. Pra, pretendent fillim ishte Dinamo. Dinamo ne shohim se ku zbriti. Dhe Dinamo është e merr se merr vende të katërt dhe për mua duket shumë e vështirë ta marrë. Pra shumë shanse ka nëse mund të eci nga kupa dhe të përgatitet për sezonin tjetër, për sezon iku. Ne kuptojmë fare mirë. Tani ne duhet me qenë korrekt, nuk mund t'i ledhatojmë ata dhe të përgdhelim. Siç ja japim meritat kur e meriton, duhet t'ia themi kur e ka gabim. Në këtë rast, klubi është, po them sot, është klubi më korrekt dhe më i financuar. 2 milionë euro në vit të shpenzuara. Dhe ti mos jesh dot as në kaçë, atjetër që ky sezon i të shtuar. Çdo trajner tjetër do të ishte larguar nga Dinamo. Përveç Ilir Dajës, që është Ilir Daja, është institucion, dhe ne duhet të pranojmë edhe kur ai vjet kapi suksesi se pritshëm, edhe si vjet, kur ai po dështonte nuk po kap ato objektivat që vetë i kishte vendosur. Do shkojmë ke vakti 3 edhe çik. Ju falenderoj shumë. Ishte kënaqësi, uroj që keni mbet gjithashtu edhe ju për këtë bisedë. Faleminderit për ftesë. Falenderoj. Falenderoj shumë. Mos u bëj kaq serioz rrugë. Herën tjetër shikoj këto kompanitë e vezëve, se janë investitorë dhe superligë shqiptare. Në një pitë vezësh mund ta mbash aty. E ke pa gjithandej në spektakle, janë ca s'po se mos bëj reklamë, kompani nuk është vetëm kjo president, janë të tjerë. Do ta gjejmë në formë, do të shikoj si formë që edhe ne mund. Jo, forma ekziston, thirrë vazhdon, por nuk e di, do të gjej formë tjetër ndoshta, nuk e di. Ka formë jo. Është puna piska ti. Miq, ju përshëndes, merrni më të mirë, siç e thënë gjithmonë, jeni mirë.